Të nderuar teleshikues, mbrëmë nisim emisionin debatin Çrregulluan. Sapo është bërë publike lista e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, të cilët u votuan në Kuvendin Kombëtar të kësaj partie. Unë po lexoj gjithë emrat që sapo janë bërë publik. Dhe më pas ne do diskutojmë në studio me politikanë dhe gazetarë dhe analistë pikërisht për atë që solli Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike. Adrian Trebicka, Adriana Gjonaj, Ages Kopellaj, Agim Parlaku, Agron Kuliçi, Agron Musaraj, Akil Kraja, Alban Male, Albana Cenullari, Albana Myftari, Albert Avdyli, Alfred Rushaj, Alfred Spaiu, Alisa Braho, Alma Marku, Anita Gumeni, Anton Koka, Arben Ibroja, Arben Qiriako, Arben Sevgjini, Arbër Asanaj, Ardian Isufi, Arenca Trashani, Armand Teliti, Arqile Gorea, Aslan Dojgjani, Avenir Peka, Bardh Islamaj, Bardh Spahia, Bashkim Sheu, Belind Këlliçi, Besa Petriti, Besar Gazidede, Besnik Aliaj, Besnik Fuqia, Bislim Hametaj, Bledi Kasmi, Bujar Vukaj, Bujar Brovina, Dardana Boletini, Dashamir Aliko, Dashnor Sula, Dhurata Çupi, Dorian Teliti, Edi Lesi, Edit Harxhi, Edmond Palushi, Edvin Kulluri, Elisa Gjepali, Elvana Hana, Endri Hasa, Endri Kokoshi, Eneida Guria, Eneo Zguri, Eni Kasmi, Engeleda Libej, Engeleda Sallaku, Eno Bozdo, Erion Sula, Eris Hoxha, Erla Mëhili, Ermal Mamaqi, Ervin Minarolli, Ervin Saliani, Estela Gosivari, Etion Kapedani, Fabian Topollai, Fabiola Bregu, Fatbardh Kadilli, Ferdinand Gjaferi, Fisnik Kruja, Flamur Gjymishka, Florian Pustina, Florian Gjuti, Gazmend Dibra, Gazmend Koduzi, Gent Minarolli, Genti Malko, Gjejq Lezhja, Gjok Uldedaj, Gjok Vuksani, Glori Hysi, Greta Deliani, Greta Koçi, Grida Duma, Grigel Smuçollari, Halit Shamata, Haris Vongli, Hasan Metuku, Ekuran Hoxhalli, Ilir Dervishi, Ina Haxhia, Ina Vorfi, Hina Gjani, Ina Zhupa, Irena Progni, Yusuf Qela, Ivi Kaso, Jakub Beqiri, Jamar Bërmaltezi, Jemin Gjana, Juela Meçani, Julian Deda, Kastriot Sulka, Kiri Hajdari, Klodiana Shala, Kreshnik Çollaku, Laila Përnaska, Laura Vorpsi, Lediana Fratari, Ledina Alioli, Lefter Maliqi, Leonard Olli, Lindita Detgjoni, Lesh Kola, Mary Poni, Melinda Hoxho, Mimoza Ajdarmataj, Mirela Tabaku, Mirgen Lata, Murat Basha, Nertila Qafzezi, Nevila Bami, Nevila Gjindi, Nezir Haldeda, Njazi Kosovrasti, Olgerta Shkurti, Oriela Nebijaj, Osman Metalla, Pal Dajqi, Paulina Hoti, Petraq Milo, Rejla Bozdo, Roland Kërçuku, Sali Tagani, Shkëlqim Berisha, Shpëtim Saraçi, Silvi Bardhi, Taulant Zeneli, Teuta Sarova, Valbona Mezini, Vali Vorpsi, Vath Tabaku, Viktor Bella, Gjevdet Mehmeti, Ylber Vata, Ylli Aslani, Zana Guxholli, Zef Hila dhe Zheni Gjergji. 150 emra të antarë të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Fillojmë bisedën në studio duke bërë prezantimin. Tritan Shehu, ish kryetari i Partisë Demokratike dhe antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Mirëmbrëma së erdhët. Zoti Shehu, unë se sot jeni përfaqësues i Partisë Demokratike në disa pozicione. Unë pyetjet parë përveç kësaj të Këshillit Kombëtar që ne do diskutojmë emër për emër, dhe them që ne do kemi mundësi edhe për t'i cilësuar, një gjë nuk ka marrë vesh në gjithë kjo që ndodhi në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike. Ne nuk kemi një rezolut, ne nuk kemi një proklamat, një rezultante të gjithë asaj. Ç'a ka ndodhur? Pse nuk e kemi këtë? Ç'është rezoluta? Jo, ju e dini. Pse rezolut? Ku në çfarë partije të grupit Partia Popullore Europiane në Kongres më dilet me një rezolut? Mund dilet me 10 rezoluta? Mund mos dilet me asnjë rezolut? Nuk është kjo çështja. Pra, as platformas. Platforma është,
Kush është fjala e kryetarit të partisë. Ose fjala është Po platformë? Po kjo është gjithmonë, është fjala, një sekond. Ne jemi mësuar më duket me ca modelet të vjetra. Kjo ishte një konvent. Dhe ishte ndryshe nga të gjitha kongreset e tjera, sepse kjo nuk zgjodhi kryetarin e partisë. Kryetari i partisë erdhi i zgjedhur nga një instancë më lartë, nga anëtarësia e partisë. Pra, nuk kishte garë për zgjedhjen e kryetarit të partisë. Dhe si tillë, kryetari i partisë i kishte të gjitha kompetencat, të gjitha atributet, të sillte dhe të paraqiste platformën politike të partisë. Po? Dhe ai e paraqiti në fjalën e tij platformën politike të partisë. Analizën e humbjes, idetë e të ardhmes. Analizë e humbjes me një fjali, zoti E Shehu. para, Vetëm ju pas keni kuptuar kështu. E para nuk ishte një fjali. E dyta ishin shumë mendime. E treta, nuk do rinte atje, nuk do rishte të diskutoheshe 10 orë. Analiza e humbjes filloi në seksione, vazhdoi në grup seksione. Po s'kemi dëgjuar, s'kemi marrë pjesë. Asnjë krisp nuk kemi dëgjuar. Unë që kam marrë pjesë, kam dëgjuar. Po tani juve mbani për veten, ne mos gjën gjë. Ne jemi parti hapur. Ne jemi parti demokratike, nuk kemi parti revolucionare që qelloj me armë. Ne jemi parti demokratike, nuk hedhim armë neve. Kjo krisma ishte me thonjza, s'ke frikë tani? Jo, s'është më frikë. Ne jemi parti demokratike, ne i themi gjëra me mendime, me idera. Dhe analiza filloi në seksione. Unë kam ndjekur këtë gjë që në qelis, që në seksion, ku kam marrë pjesë. Vazhdojnë në grup seksione, vazhdojnë në deg, vazhdojnë në këshill në konventën me fjalën e kryetarit, edhe me diskutimet e tjera që pati, të cilën u morën deri në farpike me humbjen. Pra, analiza u bë. Analiza ka filluar dhe përpara, ne kemi shkruar në përshtyp, kemi diskutuar në media për shkaqjet e humbjes, të analizat. Analiza nuk është që të themi që ky u shpall armik, a ky u përjashtua. Nuk kanë analizat të tillë një parti demokratike, ne nxjerrim shkaqet kryesore. Dhe këto shkaqe, me që thua Partia Demokratike keni bërë. Unë nuk them që se kemi bërë. Unë nuk them që se kemi bërë dhe nuk them që s'janë bërë gabime. Unë flas për sot. Unë flas për gjendën e sotme, nuk flas për 20 vjet përpara, as për 10 vjet përpara. Pra, unë flas për sot. Pra, kjo analizë kaloi hallk me hallk, derisa erdhi te fjala e kryetarit që bëri atë të përgjithshmen analizës së humbjes. Prandaj kuptojmë gjë. Kjo konvent e kësaj radhe ishte mbyllje një procesi të tërë që filloi që me një herë mbas humbjes, që filloi që me zgjedhjen e zotit Basha për këtë parti, që filloi që me debatin, që me ballafaqimin demokratik, që me konkurrencën midis zotit Basha dhe të ndjerit Oldashi. Po sot s'kishte konkurrencë te këshilli kombëtar, rivalitet. Një sekond, nuk kishte si të kishte sepse u zgjodh kryetari. Dhe kur zgjidhet kryetari, kur konvent erdhi me kryetar të zgjedhur, nuk mund të kishte tjetër konkurrencë për kryetar. Por këshilli kombëtar pati konkurrencë. Pati për 150 vende, konkuruan 250 veta. Unë nuk e di konkurrencë tjetër që mund të kuptoj. Dhe aty u votuan me votë fshetë. Dhe këta zotërinj që dolën si pasojë një procesi demokratik, votimi me votim të fshetë. Ku votuan ndryshe nga herët e tjera, jo 700-800 delegat, kemi pas maksimumi 1100 delegat herë tjera, po votuan nga 7500 delegat, votuan afër 70% të pjesëmarrësve. Ku ishin këta 7500? Pati ishin. Ku? Pati ishin. Ta i pallat i koncerteve, jo i kongreseve. Shiko, pra po them, ju keni 3000 ajo. Ju keni, jo më pak se 3000. Ta them unë më pak se 3000, s'merr 3000. Jo, 3000 me jashkarrikeve. Ja u them unë juve që merren pak se 3000. Po ju keni një përfiturim të gabuar të konventave. Nuk është kondit që të gjithë dojnë në sallë. Pra njerëzit hynë, dalin, lëvizin. Së treti, njerëzit e dëgjojnë, dikush e dëgjon në media, dikush vjen kur do diskutojë, vjen diskuton atje, siç erën plot vetë diskutuan. Po nuk ka sqaruar. Po tash, kjo është konventa. Po tash, këto koncepte dëgjohen shumë mirë, dihen shumë mirë. Dhe pastaj rën si ka votimi. Si ka pjesëmarrja votimi, ata shprehin mendimin e tyre, vendimin e tyre në brenda pjesëmarrjes në votim të fshehtë, siç është për Këshillin Kombëtar, ku morën pjesë afër 70% e delegatëve në votim. Pra, kjo është demokracia. Kjo është njërisi. Sa radhe për Partia Demokratike ishte një rësi dhe ti jesh i bindur që kjo rësi shumë shpejt do kopjohet dhe nga forcat tjera politike dhe ti shikosh shumë shpejt dhe ti do kopjojnë dhe do tentojnë të na imitojnë neve në këtë rësi sepse ishte një rësi më emancipuar, më demokratike
Dhe është njërisi në përputhje me frymën edhe të partive motra tonat që kemi në hapësirën europiane. Okej, bëjmë dhe prezantimin e të ftuarëve të tjerë në panel. Romeo Anxhari, pedagog në Universitetin e Tiranës. Mirëmbrëma, mëse erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Basit Çollaku, gazetar, mirëmbrëma, mëse erdhët. Kosta Barjaba, antar i Akademisë së Shkencave, mirëmbrëma, mëse erdhët. Gjej Zefi, analist i prershëm i emisioneve të mia, mirëmbrëma, mëse erdhët. Dhe Edison Kurani, gazetar, drejtori i agjencisë NOA. Mirëmbrëma, mëse erdhët. Mirëmbrëma. Tani unë do doja që ju edhe ta merrni fjalën, edhe zotit Sheu mund të drejtoni ndonjë pyetje, sepse e tillë situata, sa është shpallur lista dhe ne kemi mundësi. Unë jam i hapur për çdo lloj pyetje. A një pyetje shkurtër nëse mundet për listat, me që jemi këtu që mos e humbim. Një pyetje kurioze, bazuar në analizat që janë bërë deri tani në bazën e Partisë Demokratike. Nëse do të ishin kandidatura dhe deputetët aktual të Partisë Demokratike, a do të ishin votuar nga 7500 delegatët? Unë Si e shihni? kjo është një pyetje interesante, realisht të them drejtën, dhe e pamundur që unë t'i përgjigjem direkt. Unë nuk e di a do ishin votuar apo jo. S'mund ta them të gjë. Por jeni skeptik. Jam skeptik. Nuk ta them do ishin votuar, por u mor një vendim. U mor një vendim i cili edhe mund të diskutohet, si vendim. Nuk them unë. Ndryshe nga herët e tjera. Se herët e tjera, antarët shqiptarë janë votuar dhe deputetët. Ndërkohë, zoti Sheu të kërkojë ndjes, ndërkohë nga regjia, ne po transmetojmë në ekran emrat e listën e atyre fituesve. Të fituesve si antar të Këshillit Kombëtar. Që për të vënë automatikisht në Këshill Kombëtar dhe deputetët. Pse u mor ky vendim? E para u mor ky vendim për të lidhur më mirë partinë me grupin e deputetëve. Dhe që grupi i deputetëve të jetë më shumë pjesë e partisë tim realist. Së dyti, u mor ky vendim edhe sipas një modeli që ekziston në një shumicë të partive popullore europiane, ku deputetët janë automatikisht pjesë e strukturës drejtuese politike të partisë, që të ne quhet Këshilli Kombëtar, mund të quhet Këshilli i Përgjithshëm, mund të quhet ka shumë emra, po që strukturë që është kjo. Pra një model që mbron të ata që kanë shkaktuar, të themi, një pjesë e tyre që kanë shkaktuar humbjen e zgjedhjeve. Tash kanë shkaktuar humbjen e zgjedhjeve. Unë të thash, qëllimi jonë, jam dakord, shiko, çdo gjë mund të diskutohet, por unë thash të gjë, qëllimi jonë në analizën, edhe në konkluzionet e analizës në gjithë këtë vit, nuk ishte që të ne të fokusoheshim te individ të veçantë. Dhe thonin ti je fajtor, ti shkon në shtëpi. Ne u fokusuam tek problemet, tek çështjet. Dhe gjithë luftëtarët do të jetë jeni së bashku të korrigjojmë problemet. Përgjegjësinë e humbjes në mënyrë krejt të emancipuar edhe perëndimore mori përsipër kryetari i partisë zotit Berisha. Absolutisht nuk është përgjegjësia e humbjes e tërë e tij, kemi kështu realisht, ndahet në një thërmi pjesësh. Por zoti Berisha, si kryetari i partisë, e mori ai përsipër, dhe jo kot. Berisha doli që në fillim dhe deklaroi qartësisht që e mori përsipër ai. Pikërisht për të evituar edhe një përplasje dhe një luftë brenda forcës politike. Dhe më duket se e bëri me shumë mençuri këtë gjë, edhe me shumë përgjegjësi këtë gjë. Dhe kjo evitoi pastaj pikërisht këtë gjë që të fillosh pastaj Tretani ka pas të faj, Hasani ka pas të faj, Agimi ka pas të faj. Pra, gjëja ka vete e tha temrin, për të tjerë se e tha temrin. Se tha Hasani e tjerë, fufi në jemë. Në këtë mënyrë kaloi analiza, domethënë. Pra, u fokusuan të problemi, të çështjet e zoti Basha, që ose di fjalët e tij që tha, ku bëri analizë, shiko, ishte analizë goxha e përgjegjshme, goxha e thella e shkaqeve të humbjes, në panë se e bëri jo shumë të gjatë, por e bëri shumë thellë dhe ngriti probleme gjithmonë të vërtetë që ju e pas ju prit nga salla, me sa forcë prit nga salla pa përmendë emra absolutisht, nuk është qëllimi për të përmendur emra, si probleme për të pas parasysh çfarë do të korrigjojmë në të ardhmen. Padyshim ato idetë që u hodhën në këtë këshill në këtë konvent do të konkretizohen më tej në organet e dala nga kuvendi apo që do dalin më tej, do konkretizohet në Këshillin Kombëtar, do konkretizohet në punën e departamenteve, të sekretariatit, në punën e degëve, pastaj më tej, për të bërë gjitha një proces në vazhdim. Okej, zoti Barjaba, komenti juaj dhe mund të drejtoni dhe pyetje. Unë kam një koment që nga pikpamja e strukturës dhe funksioneve të një konvente, të një partie politike të madhe, siç është Partia Demokratike, dhe që kjo nuk plotësoj disa pritshmëri, të paktën pritshmëri të publikut. Para për sa i përket formatit e një konvente, dhe e dyta për sa i përket edhe përmbajtjes, sepse ajo që thatë ju në fillim, dhe që zoti Sheu përpoj që dha shpjegimin vetë, që konventa nuk miratoi
një dokument politik ose disa dokumente politik të cilat do të jepnin përgjigje ose të cilat do t'i ekspozonin publikut dhe qytetarëve qëndrimin e Partisë Demokratike për shumë çështje që aktualisht janë në diskutim në Shqipëri. Edhe qëndrimin për sa i përket faktorëve që shkaktuan humbjen e zgjedhjeve, por edhe qëndrimin e Partisë Demokratike ndaj çështjeve të rëndësishme për të cilat ajo konteston sot shumicën parlamentare, siç janë çështja e reformës administrative e territoriale, çështja e zgjedhjeve lokale, çështja tjera që lidhen me zbatimin e ligjshmërisë, me qëndrimin e administratës publike ose qëndrimin e problemeve të rëndësishme që ka vendi. Në këtë mënyrë, tani zoti Shehu përmendi që është fjala e kryetarit të partisë. Dakor, fjala e kryetarit të partisë, por fjala e kryetarit të partisë nuk mund të ezaurojë një dokument politik të një konvente, të një partie politike, sepse në fundit fjala e kryetarit të partisë nuk u votua. Dhe një dokument politik, një dokument politik i një partie, programatik, duhet të miratohet në mënyrë që të marri që të ketë legitimitetin e shumicës antarëve të kësaj konvente. Jo, që nuk është kështu, sepse kjo nuk u votua, por që normalisht pas një humbje në zgjedhje, ose pas si fitore në zgjedhje, kur një parti bën analizë, mendoj që analiza duhet të jetë në formë një dokumenti, sepse kjo është e domosdoshme për partinë, por kjo është e domosdoshme për analistët, kjo është e domosdoshme për publikun, kjo është e domosdoshme për studiusit, kjo është e domosdoshme për partitë ndërkombëtare të partisë, kjo është pra për të gjithë. Në këtë mënyrë, partia i ekspozon qytetarëve, publikut, qëndrimin e vet politik, pra dhe jo qëndrimin e kryetarit, sepse në një parti demokratike qëndrimit antarëve mund të jenë të ndryshme nga qëndrimi i kryetarit, mund të ketë qëndrime të pakicash, qëndrime shumicash të ndryshme dhe partia, një parti në demokraci prandaj është një parti politike me demokraci të brendshme, ku secili ka qëndrimin e vet. Dhe në rastin e qëndrimeve të mëdha politike për çështje kapitale të zhvillimit të vendit, këto qëndrime unë mendoj se duhet të votohen dhe duhet të marrin legitimitetin politik të forumit që voton. Sepse konventa nga pikpamja është forumi më i lartë i kësaj partie. Në qoftë se kjo konvent do të zhvillojë në prag të zgjedhjeve lokale, po, do dilej me një platformë për zgjedhje lokale, se do kishte një eveniment përpara. Ashtu si do dilet me të dokument kur të arrijë në moment caktuar. Po të paktën do futeni apo jo në kuvend, duhet një fjali apo? Një sekond. A do futemi apo jo në kuvend? Të gjithë tha kryetari i partisë qartësisht se kur do futemi në kuvend dhe çka kur do të plotësoni që futemi në kuvend. Dhe më qartë se ta kryetari i partisë mund ta thotë dikush tjetër. Nuk është partia duke mos u futur në kuvend. Nuk pati nevojë të votohen elementët, se nuk pati element që kundërshtuan. Pra në asnjë diskutim nuk pati një element që kundërshtoi fjalën e kryetarit. Pra në momentin që ose meratimi do të shprehet në momentin që nuk pati asnjë kundërshtim të tillë, ajo është platforma politike, ai është kryetari i partisë. Ai është i zgjedhur tash nga antarësia e partisë. Ai erdhi i zgjedhur në këtë konvent. Dhe fjala e tij është platforma politike. Tashmë, kjo platformë dhe idetë e tjera të konventës që do përpunohen nga organet drejtuese, do përpunohen nga Këshilli Kombëtar. Kjo konvent zgjodhi Këshilli Kombëtar dhe takon Këshilli Kombëtar të përpunojë idetë e konventës, t'i kthejë në detyra në element konkrete, i takon departamenteve të gjenerojnë politika në bazë të ideve që hodhën atje dhe sekretariatit të caktojë linjat ekzekutive në bazë të këtyre politikave. Kjo është një parti politike, kështu funksionon e madhe. Shko dakord, por kryetari i partisë, qëndrimin e vet politik mund ta bëjë një konferencë shtypje, del lexoj, jep një konferencë shtypje thotë, "Ky është qëndrimi kryetarit." Kur e bën në konferencë shtypje, përderisa u mbledh një konvent, duhet që ky të jetë qëndrimi i konventit. Kryetari i partisë e bëri në funksion. Apo kam gabim. Kryetari i partisë, mendime mund të ketë sa duash, nuk ka shumë mendime të ndryshme, nuk them gjë. Edhe çdo mendimi mund të gjesh anët pozitive dhe anët negative. Ne zgjodhëm të rrugë. Kryetari i partisë bëri analizën, mbi gjithë analizën e bërë për një viti, sikur që për 1 vjeçar, e paraqitin konvent në fjalën e tij si një platformë politike dhe mbi këtë do punojnë organet që dolën të partisë në të ardhmen për të punuar programe konkrete. Kjo është linja politike që ne zgjodhëm. Dakord, por fjala e një individi, qoftë ai kryetari i partisë i votuar nga gjithë partia, merr legjitimitet kur votohet nga forumi ku ajo mbahet. Ajo ka marrë legjitimitet në momentin që ajo votua nga antarësia e partisë.
Mi bazën e një platforme... A ju votua për 100 kryetar, jo për shkruar një program. Atëherë ai paraqiti platformën. Paraqiti platformën, u votua. U ballafaquan dy platforma. Kurse këtu nuk u ballafaquan dy platforma, vetëm një. Një, po kjo platformë vetëm një, po duhet të votohet. Nuk ka nevojë, nuk votojnë të gjëra. Shiko, në partitë moderne nuk votojnë të gjëra. Në partitë moderne votohet. Pastaj shiko, këto janë element teknik që i vendos vetë partia. Jo, votimi nuk është element teknik, është element thelbësor i demokracisë. Këto janë element teknik që i vendos vetë partia politike. Dhe çdo parti politike vendos vetë element teknik. Kjo se ju keni vrejtje për boshtet politike, po. Jo, kjo është tjetër çështje. Këto janë element teknik. A thellësia e analizave? Këto janë element teknik që ne gjykojmë kështu. Se është partia, ne drejtojmë këtë parti dhe ne gjykojmë kështu. Dakor, tash ju nëse keni objekcione për linjat politike, po. Jo, shiko tani. Këtu nuk është puna. Jo, më falni një sekondë. Këtu nuk është puna pse vendos. Partia Demokratike bën një konvent dhe është në dorë është legjitime të vendosja ajo ose si do të zhvillojë. Por pritshmëritë e publikut, janë të tilla që publiku pret diçka më shumë. Unë mendoj që publiku mori atë që priste. Pra mori pikërisht. Po mori vetëm nga një individ kryetari, nga kush merret tjetër? Nga konventa. Nga konventa, po konventa është kryetari paraqitet platformë, nuk u kontestua asgjë nga fjala e tij. Dhe ajo nuk u votua. Kontestohet apo jo, tregon votimi. Nuk është statut. Statuti votua, po. Ndryshimet e statutit, shiko. Nëse ishte konvent statutore, kjo është tjetër. Po nuk është, shiko, nuk votohet, ka statuti votuan nën për nën, po ndryshimet. Ai votohet. Okej. Nuk po votohet një. Po, zoti Anxhari? Duket se po ngecemi në disa detaje që nuk kanë rëndësi për thelbin e çështjes. Pse? Thelbi i çështjes janë çfarë doli në fjalën e kryetarit zotit Lulzim Basha dhe çfarë u ngrit, e drejtë apo e padrejtë, në diskutimet edhe të tjerëve, sepse ai ishte një konvent, e quajmë ne sepse ashtu na pëlqen ta krahasojmë, por faktikisht është një kuvend. Pra Shqip, një kuvend është... Pse i thoni konvent pas e kuvend? Është një kongres. Dakord, është në modelin e konventave të partive perëndimore popullore. Kush e vuri emrin kuvend atëre? Por në kuvend e kam... Jo, kuvendja ke vënë që 91-shin ne. Po pra 91-shin. Është kuvend Shqip, do të thotë është një vend ku mblidhen të gjithë ata që kanë të drejtë të sjellin fjalën nga ata që i kanë përfaqësuar. Kryetari i logut burrave merr fjalën i parë, pastaj marrin me radhë ata që duan dhe ata që duhet të flasin. Dhe aty folën 50 ishin planifikuar, 60, pra nga do ta dinte kryetari Basha se çfarë do ngrinte si problem Besnik Aliaj apo Grida Duma apo çështje të cilat mund të rezultojnë shumë të rëndësishme për programin elektoral të Partisë Demokratike dhe të gjithë opozitës. Kështu që ato që ngrihen aty përpunohen dhe natyrisht që dokumenti kryesor është fjala e kryetarit të Partisë Demokratike, por edhe fjala e gjithë atyre që folen aty, sepse është një kuvend ku secili ka të drejtë të shfaqë problemet që ka, dhe kjo fjalë përpunohet pastaj nga Këshilli Drejtues e tjerë dhe dilet me një dokument në momentin kur kush e nxjerr miraton këtë dokument? Tani unë drejtues fjala e kryetarit të partisë nuk është konferencë për shtyp. Është e kotë zgjatimi të pikë. Kështu u vendos të bëhet organizimi i kësaj konvente. Dhe ky ishte një drejta shumë organizative që kurorëzonte një proces nuk e vën zgjedhje. Unë mendoj që me të drejtë u ndërtua në këtë mënyrë sepse është realisht një risi për politikën shqiptare, një ndërtim i tillë, një ka po të çështjet që u ngritën, pra problemet që u ngritën aty. Po, në fjalën e zotit Basha. Ishin përfaqësuese për situatën ku ndodhet Partia Demokratike dhe opozita dhe vendi në tërësi, a ishin përfaqësuese apo jo? Nëse ato ishin përfaqësuese, atëherë çfarë si ka nëse ajo u dol me një dokument që u vu një firmë në fund, apo ran dakord të gjithë me atë që u tha. Kur ta bëj Partia Socialiste ta bëj ndryshe. Ne nuk kemi problem me organizimin. Tu nuk është problemi pse Partia Demokratike e bëri në këtë mënyrë. Por problemi është që tani nuk është problem thjesht teknik sepse fjala e një individi, qoftë ai kryetari i partisë, i zgjedhur nga të gjithë partia, është një. Dhe nëse në një dokument politik ka një bazë më të gjerë. Ky ishte dokument politik. Okej, mos mbetemi në këtë. Po, zoti Zefi? Unë duhet ta ngrej pak problemin në rangun politik. Domethënë, unë nuk mendoj që ky ishte kuvend. Kjo ishte eklezi. Ç'ishte? Eklezi. Ishte mbledhje e një trupe të madhe
dhe më thënë antarë është partisë. Që i shumë që nga shqetësuar gjë me kuvendin. Jo, zakonisht këto mlidhen kur ka gjëra shumë të rëndësishme për të diskutuar dhe unë, kur e pash që janë 7.500 veta, thash, dhe më dhënë të mbledhe 7.500 veta sot, ose Partia Demokratike ka një gjë shumë të rëndësishme për të diskutuar, ose atëherë jemi rikthyer edhe njëherë demokracisë Athinës, ku mblidheshin gjithë populli dhe ngrinin dorën atje për vendime të rëndësishme që merreshin atë kohë, që ishte e shekullit 5 e shekullit 4 para Krishtit. Prandaj unë në këtë ju quajeni si doni, ndaç konvent, ndaç veni në emër tjetër më modern, po për mua kjo ishte një status quo e cila nuk tregoi asgjë, po tregoi që Partia Demokratike e shqetësuar shumë nga mungesa e institucionit të përfaqësimit, thiri 7.500 veta. S'ke pse thret 7.500 veta. Unë e konsideroj... Po s'të pyesin ata që... konsideroj... Ne po flasim politikisht, a më pysin as më pysin kjo s'ka rëndësi fare. Unë po jap mendimin tim. Po jo, po kush është gabimi në frazën e tash 7.500 veta? Nuk është gabim, gabimi është përfaqësimi, se institucioni i përfaqësimit është institucioni më i rëndësishëm në demokraci. Dhe ti përfaqësimin e ke në nivel që nuk e thret dot në varësi të Ozef, shiko, të problemeve që ke brenda partisë. Në demokraci ka një koncept. Sa më i gjerë është përfaqësimi, jo, demokracitë e vjetra ka qenë kjo. Demokracitë e reja... Atëherë, po ti të këshu, heqim dhe votimin e përgjithshëm që kon popullsia. Profesor, e bëjmë me delegim. Mao Zeduni e ka bë të fundit kongres me 10.000 veta, po e ka bë në pallatin e lojrave me dorë Pekinit. Ju mlodhët 7.500 veta në një sallë me 1.800. Unë nuk e di që ka bërë... Dhe më thoni që kanë votu 70 veta. Dhe unë jam skeptik 70%. Me thoni që kanë votu 70% Ka votuar se ka të dhëna trota për të punë. Kanë qenë gazetarët gjatë gjithë votimit. Kanë qenë gazetarët prezent gjatë gjithë votimit. Kamerat e ishin sipër. Asgjë s'bëshe pa gazetarët. Gazetarët e dinë se cila është ajo nuk ka 1.800 vota ajo ose 800 vota nga pjesa qendrore. Çdo gjë është bërë transparente. Çdo gjë është bërë transparente. Pra, ti thu që gazetarët e dinë se kanë votu 70%. E para, unë nuk jam dakord që nuk kishte përfaqësim. Kishte përfaqësim. Nuk thash që nuk kishte përfaqësim, e ke gabim, unë thash tjetër gjë. Unë thash që e keni institucionin e përfaqësimit, por to, ju nuk keni besim tek ato që zgjedhni për të përfaqësu, dhe thirrni 7.500 që keni mundësi për t'i manipulu për të dhënë këtë listë që keni dhënë. Unë mendoj që është shumë më vështirë të manipulosh 7.500 se 750. Është shumë e lehtë të manipulosh 750 veta, shiko. Është shumë e lehtë. Kur thua që kanë votuar 70%, kush i numëroi ata? Po kush i numëroi? Ishte komisioni votimi. Po të vësh ndryshim, më vjen po të vësh ndryshim pastaj. Edhe këto element teknik. Do thrasësh 7.500 veta ti për të votuar një këshill kombëtar. Kjo është herizia jonë. Po kjo është herizia jonë. Jo, kjo është kinezizëm. Jo. Po gjithë politikën botërore. Ma thuaj një vend si ju thoni që ne i referohemi partive tonë si motra. Po ne gabim mos ka partisë motra. Ore neve arritëm që votuam antar kryetarin e partisë nga një antar një vot. Votuam nga gjithë antarësia. E kemi pasi është votu. Po votuam mos u votu. Po kush votohet? Pasi është votu kryetari. Ore, po kush zgjidhet? Ore, edhe problemi qëndron. Edhe Samaraja kështu zgjodh. Problemi qëndron. Edhe Samaraja kështu zgjodh. Nëse do marrim shembull sa duash. Po kush zgjidhen në vende demokratike? Nëse ju mendoni që ne të kufizojmë në vend demokratike s'ka paun 85%. Nëse ju mendoni që ne të kufizojmë votimin se kemi frikë nga njerëzit, atëherë pastaj bijmë në antidemokraci. 7.500 veta të votojnë një këshill kombëtar, do të thonë është absurd. Se ka që konventa. Këta njerëz ishin një sekond. Këta njerëz ishin njerëz me mandat. Ta nuk ishin njerëz të mbledhur nga rruga. Ka ishin me mandat të dërguar që nga seksioni. Koncepti im është se keni shku 500 vjet para Krishtit tek demokracia e Athinës. Nëse ky është koncepti im. Eksakt, këto janë këndvështrime. Por një gjë është, këto janë këndvështrime. Sa për sa i përket asaj që këto janë por një gjë është që të gjithë ishin në sallë, ishin me mandat. Po mirë, ata 30% si ka mundësi të votojnë mandat? Ishin njerëz të deleguar nga baza. Ishin njerëz që kishin ardhur për të çështje, pra ishin deleguar. Zoti Sheu, nuk është shumë 30%? Jo, nuk është shumë. Që po janë të mandatuar? Kjo është demokracia, zotëri. Sa të duan votojnë? Demokracia është kur ditë e votimit, po jo ditë e... Se edhe në demokracinë e Athinës, gratë përjashtoheshin... Ore, neve nuk të dojmë një votojnë me zorë. Mund të votosh kundër, mund të votosh fare... Okej, publicitet, rikthehemi pjesën tjetër të emisionit, Basiri. Në emër të Partisë Demokratike,
Unë ju kërkoj të ndjes nga kjo tribun me përullje antarëve të Partisë Demokratike dhe para zgjithash, qytetarëve shqiptarë që mund t'jenë ndjerë, braktisur dhe kanë patur arsye të ndihen të zhgënjur, dua t'ju deklaroj angazhimin, vendosmërinë për kushtimin tim, për kushtimin tonë, për korrigjim. Thelbësore mbetet distanca e krijuar me qytetarin, distanca me bazën e partisë. Një pjesë e përfaqësuesve tanë në qendër dhe në periferi u lodhen nga qeverisja. Disa u ndjen tepër të rëndësishëm për të dëgjuar qytetarët, për të marrë me problemet e njerëzve apo dhe fushatat elektorale. Qeveria investoi për vepra të mëdha, por disa nga përfaqësuesit tanë fjetën mbi dafina. Drejtorë dhe zyrtarë vendor janë sjellë në kundërshtim të plot me parimet dhe moralin e Partisë Demokratike. Njerëzit trokisnin për halle, disa prej nesh mbanin sehir nga xhamat e zyrave dhe makinave, duke i shërbyer atis tyre personale. Qarkullimi i elitave dhe zyrtarëve politik u ngadalsua gjatë mandatit dytë. Dhe këtu nuk kam parasysh qarkullimin si qëllim vetvete, por qarkullimin e përligjur nga performanca e dobët. Një numër jo i vogël i kandidatëve tanë siguruar në përlista nuk i dhanë rëndësinë e duhur punës derë mder, por u mjaftuan dilnin tribunat e tubimeve të organizuara nga fushata qendrore. Ne demokratët kemi përvoja unike të ringritjes. Ne u ngritëm nga prushi dhe hiri pas daljes parë në opozit në vitin 1997. Ajo është një përvojë shumë e vyer, jo vetëm për demokratët e çdo gjenerate, por edhe për politikën përgjithësi. Siç nuk kemi larguar për arsye meskine nga kuvendi, nuk kemi vënë kushte meskine për të rikthyer aty. Jemi në kushte papajtueshmërie me këtë kuvend. Kërkohet një vedi e re për të atakuar në themel sot dhe përgjithmonë problemin e madh të kriminalizimit të kuvendit dhe të administratës publike. Kërkohet një reflektim dhe impenjim i madh në radh parë i kryeministit të vendit, që është përgjegjësi numër 1 i kësaj situate. Më kot shkon me mendimin se opozita do të lodhet dhe do të kthehet e penduar në sallën e kuvendit. Të mos pres kot, as ai, as suflerët e tij. Edi Rama duhet flas, duhet të rrëfehet, të bëjë një mea culpa të madhe për katranosjen që i ka bërë kuvendit, në mënyrë që të krijon premisat për të shkuar drejt një marrëveshje të rëndësishme midis shumicës dhe opozitës. Një marrëveshje që do të zgjidhte një herë e mirë çështjen e sovranitetit të vendimeve të gjykatës kushtetuese, që do të zgjidhte një herë e mirë çështjen e dekriminalizimit të kuvendit të Shqipërisë dhe mbar administratës publike, duke e çmontuar në themel dhe deri në burmën e fundit mekanizmin që promovon trafikant, vrasës, pengmarrës në kuvend dhe në poste publike. Dyshja Ramameta, regjimi një grushti sundimtarësh nuk është më një metaforë apo një rrezik në horizont, por një realitet i hidhur dhe i strukturuar me emra dhe mbiemra konkret në qeverinë shqiptare. Kjo është oligarkia Ramameta dhe një establishment i tërë me interesa dhe rekorde deri kriminale. Rama dhe Meta duan të qeverisin si pashallar. Pushtetin dorën e satrapëve është mjerim për jetën e qytetarëve. Do të na kenë përballë dhe vetëm përballë derisa të heqin dorë përfundimisht nga ëndra e sundimit. Si do t'ju dalin para qytetarëve? Çfarë do t'ju thonë? Kur t'ju thonë se nuk hapën dot 300.000 vende pune, nuk bën dot investime të reja, nuk rritën dot rroga pensione, nuk bën legalizime e shëndetësi falas. Sot po zgjedhin përfaqësuesit që do luftojnë çdo ditë për shqiptarët. Të nisemi drejt rrugës ndryshimit, rrugës lirisë dhe mirëqenies për gjithë, nga ky kuvend të nisim nisjen tonë të re. Rrof Partia Demokratike, Zoti e bekofsh Shqipërinë. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Basir, përveç asaj që kryetari i Partisë Demokratike për të vërtetës, mbas një viti e pak, edhe intonacionin e zërit e ka rregulluar regjistrin, mund të themi. Sepse është e rëndësishme edhe kjo. Nuk i ka munguar zëri kryetarit të Partisë. Jo, intonacioni i zërit, jo zëri Partisë Demokratike, sepse është zëri i opozitës dhe nuk është i munguar. Basir po flet si zgjedhur në Këshillin Kombëtar, por disa kandidat si që. Nuk kam asnjë emocion politik të drejtim. Mund ta shija konventën e demokratëve në dy aspekte thelbësore. Ndjesa e kryetarit të partisë dhe numri i anëtarëve të Këshillit Kombëtar që unë shoh të lidhura bashkë. Tek ajo çfarë zoti Basha kërkoi ndjesë, theksoi që u kërkojnë falje shqiptarëve sepse pushtetarët tanë të mëparshëm edhe ishin lodhur, ishin diferencuar
ishin ftohur me elektoratin, ishin ftohur, ishin ngrohur, kishin bërë gabime, u rënduan, pra bën atë faj që e quan Partinë Demokratike në atë rezultat të panjohur deri më tani. Por gjithë këto fajtorë ose gjithë këto mëkatarë, të cilët etiketojnë me të drejtë kryetari i Partisë Demokratike, janë automatikisht të gjithë qeveritarë të mëparshëm apo deputet e mëparshëm, janë të gjithë antarë të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Gjithë ky shtrat i faljes dhe i ndjesës ka kaluar automatikisht edhe pa u votuar. Edhe pa i nënshtruar votimit, çka do të thotë mund të ketë qenë edhe një risk, një presioni këtë dy grupi, që në mungesë të përfshirjes në Këshillin Kombëtar të kishte rezultuar në nesërmen një fraksion. Atëherë, mbase kryetari i Partisë Demokratike ka parë si zgjidhje që të kishte në këtë listë fituesish ka emra vërtet të ri që vinë nga bota akademike, nga bota e artit, që janë vërtet besoj të rinj premtues, dhe si zgjidhje që kryetari i Partisë Demokratike të kishte disa emra të rinj për t'i futur, është parë mbase rritja e numrit të asamblesë, pra e Këshillit Kombëtar Partisë Demokratike. Sa ka qenë Këshilli më parë 100? 100 ka qenë. Tani është bërë 150. Që është bërë me gjithë të zgjedhur. Pa llogaritur. 160 ka qenë tërsi. Në tërsi. Tani në tërsi duhet të jetë 200? Jo, më shumë. Tërsi do të bie rreth 250. Te 250. Po, Basir? Po, dhe të këshillet qarqeve. U kërkohen të falje demokratëve më drejt që fajtorët që quhen në opozicion dhe u sollën keq me demokratët janë pikërisht ata që do të jenë përsëri antarët e forumit më të lartë të Partisë Demokratike. Do të jenë udhëheqësit e ri. Mëkatarët e vjetër janë bërë mëkatarë të rinj në një farë mënyrë duke qenë prezent aty ku ishin dje. Kjo mbase duhet korrigjuar rrugës dhe nuk di se cila do të jetë pesha vendimare, është edhe kryesia e Partisë Demokratike, departamentet dhe pastaj ata janë që do të bëjnë politikën e Partisë Demokratike për fushatat e ardhme. Ndërsa fjala e kryetarit të Partisë Demokratike, unë nuk them se është një fjalë përshëndetse, sepse fjalët përshëndetse janë 3-4 faqe, ajo është një draft platformë mbi të cilët të gjithë të zgjedhur e ri në Shqipëri të Partisë Demokratike duhet ta marrin si burim, nga duhet ndërtojnë punën e tyre për të ribërë Partinë Demokratike pas humbjes së 23 qershorit, njëkohësisht edhe për të ardhur pastaj në garen e ardhshme të zgjedhjeve lokale. Ndërsa falja dhe numri kanë larë duart e njëra tjetrës. Basir, ti je një nga përkrasit e Partisë Demokratike dhe duke qenë gazetar. Edhe votuesit, sigurisht. Mirë, votues, po. Po përkras edhe me opinionet e tua, edhe me shkrimet e tua në gazetën Rilinda Demokratike, s'kam parë asnjëherë sot që të bësh kaq shumë kritika edhe ditën kur mori atë goditje Partia Demokratike. Jo, kjo nuk është, nëse do rezultote nga gënjeshtër, kjo që them unë, do të rriqesha. Por mua më deli se është e vërtet. Ajo që ka them. Dhe gjërat është rëndësi tuan siç janë të vërteta. Siç janë për të thënë, kjo nuk është nuk është diçka e tepruar. Dhe ashtu siç u thanë në të konvent. Pse nuk aspiruat ju për të qenë kandidat? Absolutisht nuk kam pasur një pretendim tillë, as nuk kam as një sekond hatërmbetje për këtë gjë. Potencialet e Partisë Demokratike nuk i përfaqësojnë 150 veta që u zgjon shumë. Unë nuk e shoh. Janë shumë të gjëra potencialet tona. Potencialet tona janë shumë të gjëra. Ai është një përfaqësim që u zgjon. Këto nuk u thanë, këto që thotë zoti Basir nuk u thanë. Unë nuk e shoh praninë si thotë vërtet zoti Shehu në Këshill Kombëtar për të vazhduar kontributin në mbështetje të djathtës. Absolutisht nuk e shoh të lidhur domosdoshmërisht me praninë në Këshillin Kombëtar. Se mund të ketë edhe antar Këshillit Kombëtar që do punojnë as i ditë nesër do të jenë prezant. Zoti Zefi, çfarë? Pra ato që nuk janë thënë në Këshillin Kombëtar, nuk u thanë. Nuk janë thënë se ti në listë, 50% të listës i ke ish drejtor përgjithshëm, zëvendësministra, gjithë ekipi drejtuesi i qeverisë më parë. Zëvendësministra dhe gjithë njerëzit të cilët janë përfolur, jo vetëm nga opozita, jo vetëm nga zërat kundra PD-s, por edhe nga vetë të zgjedhurit e PD-s. Duke filluar që nga drejtori i doganave, nga drejtori i portit, drejtori i OST-s, drejtori i hipotekave, drejtori i burgjeve që është me precedent penal. Apo jo, janë të gjithë emrat të përfolur të qeverisës së kaluar. Shiko, atje unë mendoj, unë jam dakord, diçka. Demokracia padyshim nuk është metoda e përsosur, por është më e mirë e mundshme. Pra, më mirë besoju votës, dhe nëse ajo mund të gabojë në një numër rastesh, se sa të vendosësh në mënyra arbitrare. Dhe ne ju drejtuam votës.
Dhe për këtë gjë, ne thirrëm dhe për këtë gjë, një sekond. Lenini thoshte muzhikët gjithmonë votojnë për carin. Unë nuk jam të konceptet e muzhikëve. Po dhe për këtë gjë, ne i drejtuam dhe thirrëm të votojnë jo 1100 veta, por 7500 veta. Pikërisht të zgjerojmë bazën e votës, të zgjerojmë bazën e demokracisë, të zgjerojmë pjesëmarrjen, kolegjalitetin. Çfarë ai rezultat votimi i fshehtë që u bë, i rregullt, nuk diskutohet më. Ajo ishte vota që erdhi atje. Dikush mund të thotë pse u vë ky, pse aq. Në mënyrë arbitrare mund të bësh shumë gjëra, por gjithmonë po vure duart në mënyrë arbitrare dëmton shumë më tepër se sa defekte mund të ketë vota. Zoti Shehu po mbon mos me besu te trupa juaj pastaj, se unë te trupa juaj besoj, nuk besoj tek leadershipi. Kjo është vota, shiko, janë akuzuar për korrupsion, drejtorët e institucioneve, edhe veti keni përfolur, edhe në degët tona që u zgjodhen, mund të ketë objekcione për një kryetar degë këtu, për një atje për tonë nuk. Unë jam dakord, mund të ketë, unë kam vetë personalisht. Mund të kenë objekcionet e mia, por ama gjërat ju besuan votës si njerëzve, votës fshetë. Dhe mënyrë më mirë se kjo nuk ka. Pavarësisht thash, po këto 250 veta, kush i zgjodhi? Vota ato erdhën, shiko. Ato erdhën propozime, nuk është, ato erdhën propozime nga baza, nga një strukturash partisë, dolën atje 250 veta, nuk janë pak për 150, kështu dhe statuti këto raporte, këto raporte drejtori i tatimeve dhe drejtori i doganave e ka votu baza PD-s, kur? Ato i votuan 7500 veta. Pra nga ato... Kush i propozoi? Rëndësi ka kush i propozoi? Kjo është demokracia. Rëndësi ka kush i votoi. Pra atje kishte mundësi të zgjidhte të tjera emra, atje kishte mundësi të zgjidhte të tjera emra, fituan këta. Kjo është kapitulli mbyllur. Në momentin që votohet me një pjesëmarrje kaq të gjerë, ai mbyll dhe kapitulli diskuton. Por nëse ju jeni të kënaqur me ata, s'ka problem. Unë jam i kënaqur me votimin dhe me të drejtën që pati antarësia e PD-s për të votuar. Zoti Ançari? Unë mendoj se niveli që është arritur për rinovimin e listës së Këshillit Drejtues së Partisë Demokratike. Si është lista? Është i kënaqshëm, por nuk është perfekt. Dhe dëshira e shprehur edhe nga zoti Basha nëpërmjet evidentimit të atyre 6 shkaqeve të humbjes ose 6 shtyllave qendrore të humbjes, të cilat secila nga ato mund të shkruajnë faqe të tëra, sepse vetëm aspekti i parë që ishte distancimi i zyrtarëve me qytetarin është aq i gjerë edhe mund të prek aq shumë hallka të shoqërisë, të administratës, të organizimit të partisë dhe në përgjithësi të opozitës, saqë pra secili nga ata 6, secili nga ato të 6 arsyet, secili nga ato 6 arsyet është fort. Është për kritikë. Jo, është kritikë sa është një sintezë e shkaqeve të humbjes. Ajo është por është për ajo në burg me 3 milionë euro në xhep. Është një sintezë e shkaqeve të humbjes. Momentin që ai thotë që ka patur pjesëtar të administratës së Partisë Demokratike që janë sjellë kundërshtim me moralin e të djathtës. Administrata është pjesa e dytë, është rrethi i dytë, po rrethi i parë. Ministrat kush janë aty? Po mirë, administratës dhe ministri, edhe s'vës ministri administratës. Si më ta thosh politikisht? Thuaj ministri tani, ç'është kjo? Po për në tërësi pra funksionarët. Roland, sa funksionarët. Por tha që nga nivelet më të larta të qeverisjes. Duke e thënë këtë, kjo s'do të thotë që gjithë administrata të pësojë një dënim kolektiv dhe të përjashtohen pastaj nga përfaqësimi. Mendoj që kjo do vi gradualisht, pra nëse X apo Y që përmendi Gjergji janë të pabesueshëm në elektorat e tjerë, natyrisht që nuk do kenë të ardhme në strukturat drejtuese të PD-s dhe mendoj as strukturat elektorale. Por një parti e djathtë e ka në traditë që të ruajë një tharm të vetin tradicional. Ata që absolutisht jo. Shiko, jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Po të shikosh, një sekond. Ja ta them aton se djegin ato që thonë. Shiko, një sekond. Men show gjatë periudhës përpara se të fillonte kongresi, ne u akuzuam si Parti Demokratike nga mediat, nga disa opinionistë, nga një figura që në Parti Demokratike bëhet luftë shtrigash. Pra, Parti Demokratike do ndahet nga potenciali i saj të vjetra, do vinë vetëm të rinj,
Basha po bën pastrim, ka marrë fshesën dorë, po heq të rinj, po heq të vjetët. Dhe kjo nuk ndodhi absolutisht, se s'mund të ndodhte, se Partia Demokratike bazohet në principin e ruajtjes potencialeve të saj, bashkimit dhe zgjerimit mëtej me potenciale të reja. Gjë që u manifestua qartësisht në këtë përbërje të Këshillit Kombëtar në tërësi, jo vetëm në listën me 150 të zgjedhur, po shohim në përgjithësi listën e Këshillit Kombëtar që është mbi 230 veta sa është. Pra, në këtë mënyrë ne i ruajtëm këto principe. Ne ruajtëm pikërisht këto principe për cilat na akuzohen pa kohë përpara. Dhe tash na thuhet pse nuk hoqet të vjetrit. Jo, nuk është kështu. Nuk është kështu. Kjo forcë politike ka nevojë për gjithë. Kjo forcë politike ka nevojë për të rinj, për të vjetrit, ka nevojë për të korrigjuar, për të vetë korrigjuar brenda saj. Të vjetrit dhe të korruptuarit nuk janë në njëjtë gjë. Jo, po absolutisht jo. Të vjetrit dhe të korruptuarit nuk janë në njëjtë gjë. Unë nuk flas për korruptuar. Shikoj njëson. Nëse do ketë fakte dhe unë konsideroj të korruptuar një njeri për të cilin ka vendime gjykatash. Po sigurisht. Unë nuk mund të akuzoj, nuk e di. Unë nuk mund të akuzoj për të korruptuar njeri që nuk ka vendime gjykatash. Një sekond, unë se bëjtë se marrë të kur të gjë. Shumë lartë, njeriu që i thotë të fjalë, por partia ka një mënyrë tjetër, ka votimin e fshet. Partia ka një rrugë tjetër, ka votimin e fshet. Dhe votimi i fshet u përdor. Ju thoni që votimi i fshet mund të ketë defekte. Janë dakord, mund të ketë defekte, por shumë të da me mirë ama. Ndryshe ka vendimin gjykatash. Nëse unë do marr dhe do mbaj dikënd me cilin ka një vendim gjykate të formës së prerë për korrupsion, për trafik, për vjedhje, çfarë doni ju, atëherë mund të më akuzosh. Por nëse kjo nuk është, dhe unë janë nështroj të gjithë atyre që zgjidhen, votës së fshet dhe vota fshet me jep të rezultat, atëherë absolutisht ky është rezultati më i mirë i mundshëm që mund të jetë. Partia Demokratike është motori kryesor i opozitës dhe synon që të kthehet në pushtet nëpërmjet rikthimit të shpresës. Dhe nuk mund t'ja lejoj vetes, që të bëj gabime të tilla. Dhe do thoja vetëm këtë. Jo, sepse opozita është komplekse. Është komplekse fare. Do thoja vetëm këtë. Që shkaqet që renditi i zoti Basha aty të humbjes janë të rëndësishme dhe janë, të themi, qëndrojnë, por nuk janë të mjaftueshme nëse nuk do të ndiqet secila prej atyre nga një strategji për të mos e përsëritur. Pra, të paktën 4 prej tyre kanë lidhje me pra për të mos u përsëritur si shkaqe për të humbur në zgjedhje të tjera. Sepse është e njëjtë por. Pra, nëse ti nuk jep besim elektoratit se ato që ndodhen nuk do ndodhin më, natyrisht që elektorati nuk voton. Ato nuk do ndodhin i bie mbas 8 vjetëve, Jo, vetëm ai 10. Jo, kemi shumë. Ideja është kjo, që elektorati shqiptar nuk duhet më të votoj kundër Ramës, por duhet votoj pro opozitës. Dhe kjo arrihet vetëm përmjet kultivimit të besimit. Besimi kultivohet pikërisht nëpërmjet një hartimit të strategjive për të korrigjuar gabimet. Ti mendon që mbin mu pse ke shmangur Jozefinën, zonjën Jozefina dhe ke afruar Ridvan Bodin, më bindi mua. Unë po flas për analizën. Ja pa ti shikoj, un kam lista tu. Ju se po them ju tani, meqense po emron. Ju besoni tek institucionet e pavarura dhe në institucionet e pavarura ju na sillni 3 vet që janë këshilltar presidentit. Ç'a mbin ti mu? Ku mund me të besu që ti Ajo është çështje zgjedhje personale, nuk ka asnjë lloj, nuk ka rëndësi po themi po diskutojmë që ne besojmë në të ardhmen, nuk ka rëndësi po diskutojmë. Me sjell milion antarin e Këshillit të Mikqyrës të bankës, ma sjell prapë në Këshill Kombëtar. Si mbin ti mua me këtë? Kjo është një çështje. Ti mendon se kjo kalon aq në mënyrë të padukshme sa kur e ke vënë re ti e kanë vënë të gjithë. Dhe kështu që normale që do të po unë nuk them që po them gjëra që si kanë vënë re të gjithë, po them si mbind. Ja mbind profesor. Ja ta them unë ty, nëse për zotin Milo ka një papajtueshmëri pozicionesh, ai do marrë vendimet e veta, do mbajë. Sot i ka 2. A ka apo s'ka? Sot i ka 2. Sot i ka 2. Se kanë parë. Po këshilltarët e presidentit. Këshilltarët e presidentit. Për këshilltarët e presidentit. Unë nuk di të ketë papajtueshmëri. Për këshilltarët e presidentit të shkruar, nëse ka, unë nuk di të ketë. Këshilltarët e presidentit unë nuk di të ketë për këshilltarët e presidentit. Por nëse ka papajtueshmëri ligjore, padyshim
që do zgjidhet o njëri o tjetër. Po nuk i ndalon. Keni të bindur që ne do të respektojmë ligjin deri në një. Këshilltarët e presidentit dhe precisisht njerëzit që punojnë për presidentin nuk i ndalon ligji, por ka një moral publik, edhe një moral politik. Sipas të cilit, pra këshilltarët e presidentit, dhe që presidenti ishte institucioni i pavarur, nuk duhet të jenë kontribues në një parti politike. Ju jeni të bindur që do respektohet ligji deri në një. Për sa i përket, unë dëshoj të ndaj konventin në dy pjesë, në bllokun e vendimeve zgjedhore që mori, statutore, zgjedhja e Këshillit Kombëtar, por dhe në bllokun e prononcimeve politike, se vendime politike nuk mori. Tani, për sa i përket çështjeve zgjedhore ose çështjeve statutore, më dojë që përderisa procesi është një proces legjitim, ne pavarësisht defekteve që ka produkti i këtij procesi, ne duhet ta pranojmë si të mirëqen sepse është rezultat të një procesi demokratik, votimi. Pra edhe zgjedhja, edhe ndryshimet statutore. Unë vazhdoj të insistoj që për sa i përket qëndrimeve politike, unë mendoj që konventa e Partisë Demokratike është deficitare ndaj publikut shqiptar. Sepse nuk them, sepse analiza Kjo është çështje këndvështrimesh. Ju keni këndvështrim, ne pa analiza e çështjeve është e paplot. Partia Demokratike nuk ju shfaqi shqiptarëve një analizë të plot humbjes. Dhe ndjesa publike do të ishte ndjesë me gjerë dhe jo ndjesë individuale. Ky është mendimi juaj, bukur fare. Për mendimin tim. Okej. Plus ndjesa do të ishte ndjesë e konventës. Dhe mjaft qëndrime. Partia Demokratike është larguar 2 herë në mënyrë dramatike nga pushteti. Dhe nuk ka pasur një analizë dokumentare serioze të plotë. Si dramatike. 97 ishte dramatik, por dhe tani humbja ishte shumë e thellë. 97-ën ne na larguan me forcën e armëve zotëri. Unë thash dramatike. Nuk na largoi tani 97-ën vetëm bashkë i bërë një 10 emisione zoti Shehu. Humbja në 2013-ën ishte pak a shumë në ato përmasa. Dhe unë mendoj që kjo humbje kur kishe përballë 1 milion shqiptar, pra kërkonte një analizë dokumentare të plot. Dhe konventa ishte... Kjo analizë ka një vit që po bëhet. Ku po bëhet? Ka fituar që nga seksionet. Ka grup seksionet, nga degët. Në kongres ishte rezumea sa publiku kërkon të shikoj dokumente. Okej. Nuk ka parë artikuj, intervista. Po nuk janë artikuj pra se si mënyrë si funksionon një parti. Një parti ka dokumente. Dokumentet ka. Do ketë dokumente tjera në funksion të tyre nga Këshilli Kombëtar. Partia Demokratike është aktualisht jashtë parlamentit. Dhe konventa duhet të prodhonte një dokument që ose e justifikon ose e kundërshton qëndrimin e parlamentit. Okej. Në politik, Majta shkruan libra për zgjedhjet. Po jo vetëm Zoti, jo, tradita është këtu vetëm, edhe një tjetër. Zoti Kurani. E Majta pret koka. Ne nuk presim koka. Nuk prisim koka, ju. Ne korrigjojmë. Okej. Zoti Kurani. Ose kemi bërë gabime të kaluarën, që unë ta pranoj ty, që janë bërë gabime të kaluarën. Koka ka prerë Majta, përkundër se akuzohet për të kundërt. Sot jemi përsëri bashkë. Kaluam momentet e vështira, kaluam keqkuptimet, kaluam kufizimet nga njerëzit e korruptuar në sezonin që na ngjallin besimin që për si ndonjë do ketë një vendim gjykate për korrupsion, nuk ka asgjë të përbashkët apo për çdo vepër tjetër, nuk ka asgjë të përbashkët me ne. Okej. Zoti Kurani, ne do mundohemi që të bëjmë ju duke qenë gazetar me përvojë tashmë dhe keni njohje, keni të paktën për njerëzit që bëjnë një jetë publike, për gjithë emrat e Këshillit Kombëtar, unë do të pyes nëse ju si gazetar i njihni apo ju thon diçka këta emra. Adrian Trebitska. Shiko, unë e pash listën sigurisht e pam bashkë. Nuk marr përsipër të bëj komente ose ju do të them po ose jo, nëse jo. Për çfarë profesor? Po sigurisht një pjesë e mirë i dim se ç'janë. Adrian Trebitska. Disa janë këngëtar, humorist, polic. Lutem. Nuk e thot gjë. Ardiana Gjonaj, ish deputetja, zëvendës ministri i arsimit. Si është në perceptimin tuaj? Është një zonjë për cilën kam shumë vlerësime pozitive. Ages Kopellaj? Nuk e njeh. Agim Parlaku, është i racëson, zëvendësi i kryetares së kuvendit zënjës Josefina Topalli. Agron Kuliçi? Një ish funksionar i lartë policie. Jo ish funksionar, ish zëvendës drejtor. Çfarë do të thotë për ju?
çfarë mund të them, një ish zyrtar i lartë policie, i cili ka rolin e vet në punën e bërë nga policia e shtetit gjatë viteve deri tani, por dhe në pamundësinë e policisë për të rregulluar rendin plotësisht. A mund të thosh nëse këtë pyetje do t'ja bëja Erion Braçës, çfarë përgjigje do jepte? Erion Braçë përgjigjet për voton për Këshillin e Drejtues. Shiko, Erion Braçë, unë votoj, ai voton për Këshillin e Drejtues PS-s. Tu flasim për ata që kanë votuar për Fatmirësisht ju zoti Çapo, keni fatin e mirë që të fatin e mirë në sensin që të flasim këtu në studio me njerëz të cilët janë të ftohtë politikisht dhe nuk i bën përshtypje dhe kështu që krahasimi me Braçën nuk. Agron Musaraj, ish ministri i Brendshëm, deputeti i partisë. Edhe ky një ish zyrtar i lartë i qeverisë. Jo, dhe me një përvojë me goxha kontribute në politikën, zoti ai ka qenë tjetër në qeveri me zotin Shehu. Por prej vitesh i larguar pak sa nga skena politike. Për ata që zgjodhen e bën mira delegat që votuan për ta. Dhe ai gjykimi i mirë që bën mirë votot fshet, në votim të lirë. Pra, është kresisht e tepër të dyshoj për këtë, se një nga Vlora mund të njohë se çfarë ishin nga tropoja e Anasjellës. Dyshoj se 7500 delegatët i njihnin një të 250 kandidaturat, ëh. Prandaj asnjëri nuk merr 100% votat. Dhe unë nuk besoj se është bërë pa orientime votimi zoti Shehu. Unë nuk besoj se s'ka pas orientime në grup, por sigurisht është normale. Delegatët orientohen. Dhe këtu nuk kanë asgjë të keqe. Jo, orientohen për emrat që do përkrahen, çfarë keqe ka këtu? Ashtu si kundër bëhet fursat, që bëhet orientim për emrat që do favorizohen, që do mbështeten më saktë. Edhe këtu ja u skaroj unë, janë dy gjëra të ndryshme. Tjetër është një orientim nga lart. Jo, nuk mund të mbet. Një sekond. Tjetër është një orientim nga lart qendror që bëhet për të influencuar. Tjetër është kompeticioni i brendshëm. Tifozliku i brendshëm. Është tjetër gjë. Tifozliku i brendshëm ai këson nuk mund të evitohet kurrë. Shoku, mikun. Por jeni i qartë që nuk i njohin emrat. Por nuk ka pas nuk është bërë votim, nuk besoj se është bërë votim për njohje të thella të personave. Thash për mungesë orientimi, thash nuk ka pas një dorë nga lart që ka tentuar të rregullojë poshtë. Po jo, nuk e thashë. Ajo poshtë pasaj. Jo, po nuk e thashë. Tifozliku promocioni. Jo, nuk e thashë. Këtu janë votuar emra, po jo brendia emrave. Jo, shikoj një sekondë tash, ti the një gjë. Nuk besoj. Nuk e njohin të gjithë një, edhe jam dakord me ty. Dhe kjo është arsyeja. Dhe kjo është arsyeja që pjesë më të madhe të votimit kështu funksionon. Mund të njohësh të gjithë vetëm disa figura të rëndësishme të partisë. Pikërisht po them do. Të tjerët asnjë nacion në botës nuk mund të njohë të gjithë. Pra, si janë votuar këta duke mos u njohur fare. Prandaj asnjëri pra ka pasur një orientim. Ja t'u them unë juve. Ja, juve 250 emrat. A i njihni ju zoti Shehu të 250? Atëherë si votuat? Unë votova. Se ju votuat 250 emra. Që ndruat 15 minuta në. Ja ta them unë ty. Unë votova ata që njihja. Ata që njihje. Pra 150 i njihshi. Po, absolutisht po. Pra unë votova ata që njihja. Jo, po 150 njëve. Besoj se 7500 delegatë. Zoti Shehu. Jo, po kishte prurje të reja. Kishte edhe humorist plot, Po shiko, prandaj asnjëri nuk merr votat e gjithëve. Sepse s'e njohin të gjithë, ose nuk i duan të gjithë. Të jemi koshient tani. Përveç jush dhe një pjesë të madhe, një pjesë e tjerë si ju. Po kështu votohen gjithë votat. Emrat e tjerë, delegatët si zgjodhen, a i njihnin apo a priori, apo fatura profet. Unë prandaj thash pak përpara, që votimi i fshehtë, demokracia është metoda më e mirë. Po kanë votuar pa ditur se për kë po votoni. Po kjo është demokracia, zotëri. Okej. Po kjo është demokracia. Demokracia nuk është përsosur, unë ta thash. Po është metoda më e mirë ama. Dhe te ne u implementua dhe aplikua demokracia. Nëse shkohet me kjo është ka ditur. Nëse shkohet me idenë që keni ju, lani një sekond. Nëse shkohet me idenë që keni ju, i bie që mos ketë rinovim asnjëherë, sepse duhet votojnë vetëm ata që njihen publikisht. Po delegatët e Vlorës do votojnë njëri tjetrin. Edhe ata të qendrës. Delegatët Tropojës do votojnë ata të Tropojës bashkë me qendrën, çu do thoya? Publiciteti në pjesë tjetër të emisionit. Ska. Kjo parti mblidhet sot më e madhe, më e fuqishme, më e bashkuar, më e përtrirë, më e gatshme se asnjëherë për betejat e saj. Ky kuvend është historik sot, sepse me ne në sallë vendoset fati i demokracisë,
arritjeve tona 23 vjeçare në rrugën e lirisë, vendoset fati lirive tonat me zjarriturat të cilat janë, çdo orë, çdo ditë, në sulmin e egër, kërcënimin mafioz, revanshin policesk të klikës Ramameta, që po zëvendëson me shpejtësi, shtetin ligjor me shtetin policor, transparencen me kleptokracin, ndërtimin me shkatrimin, klikës që ka shpallur kushtetuten, vendimet e gjykatës kushtetuese dhe gjykatave tjera të vendit, si letër pa vlerë, klikës që linçon dhe arreston me bandat e saj. Qeveria Ramameta bazohet në trekëndshin e kalbësirës, skandale, mashtrim, dështim. Është sot në dijenin time e vetmja qeveri në Europë, por dhe më gjërë, që mbyll në mënyrë kriminale dyert universitetet për të varfrit e vendit. Edi Rama është sot kryeministri vetëm në Europë që i shpërftyruar ju organizon për të mbyll gojnë, dhunë fizike, deputetëve të Partisë Demokratike në vendin më të sigurt, në sallën e parlamentit, vetëm se ata denancojnë në këtë aulë lidhjet e tij të pazgjidhshme me krimin, rekrutimin e vrazëve trafikantëve pengmanësve në parlament për të dhunuar opozitën. Dhe të vendosur për sakrifica duhet të protestojmë. Në çdo blok, në çdo lagje, në çdo shesh, në çdo rrugë, në çdo sokak, në çdo fshat, aty ku jemi. Protesta duhet jetë motoja jonë në këtë gjendje emergjente. Ne nuk duhet të heshtim asnjë çast, nuk duhet të rrim durkryq dhe për asnjë moment, pra protestuar në mbrojtje të qytetarit, pavarësisht nga bindjet e tij, por që përdhunisht i shkelmohet e drejta, puna, djersa, prona. Le të betohemi sot në këtë kuvend, të bëhemi avokatër të lirive të drejtave të qytetarëve tanë aty ku jetojnë. Le të kundërvejmë ne qendresën qytetare, veprimin, aksionin qytetar, protestën qytetare, dhunës policeske primitive të qeverisë dhe të shpëtojmë lirinë dhe vlerat e saj. Nga kjo platformë duhet t'ju ftoj të mbështesim me gjithë shpirt udhëheqjen tonë të re që del nga ky kuvend dhe kryetarin ton, zotin Lulzim Basha. Për sa i përket Sali Berishës, unë kam bërë zgjidhjen time përfundimtare. Së bashku kemi bërë realitet ëndra më të bukura, më magjepse të njeriut, ëndrën e lirisë, ëndrën e antarësisë në NATO, ëndrën e lirisë Kosovës. Vërtet me 26 qershor dhash dorëheqjen nga drejtimi i PD-s, por sot dal para jush me bindjen më të thellë. Edhe 2 jetë po të kisha, me punë ditë e natë, nuk do të arrija t'ju shpërbleja ju atë që keni bërë për mua. Na edhe do vazhdoj së bashku me ju, betejnë me vendosmërinë më të madhe, gjerë në fitoren tonë të merituar. Fitoria është e guximtarëve. Demokratët të tillë janë. Zoti Bekov, demokratët dhe Partinë Demokratike, Shqipërinë dhe flamurin e saj. Faleminderit, zoti Sheu. Zoti e Bekov, Partinë Demokratike, e tha dhe zoti Basha dhe zoti Berisha, po kjo zoti Berisha ngjiste mirë, me thënë drejtën. Tonaliteti zoti Basha e ka rregulluar, e gjisim, po si arrin dot zoti Berisha. Ju si ish kryetari i Partisë Demokratike, si ish bashkëpunëtori i ngushtë i zotit Berisha, dhe tani dhe bashkëpunëtori i zotit Basha, pas një kondicion, jeni nga të rrallë aty në Partinë Demokratike, që s'ke bërë zëmërakun e vogël, si që bëjnë shumë aty, jo pak. Që do thot kjo diferencë? Ta mbush mendjen Berisha për një demokrat? Pa dyshim, Berisha është promotori i të zhvillimeve demokratike shqiptare. Është personalitet i madh dhe ka dhe do ketë rol të rëndësishëm në zhvillimet politike të mëtejshme, jo vetëm PD-s, por edhe të Shqipërisë, për të jemi koshient. Kjo është demokracia. Kur ne themi që Partia Demokratike ka nevojë për gjithë potencialet, pa dyshim, tu nuk përshtohet Berisha është në atë të parë. Ju thatë që pati diferenca në fjalën e Berishës nga Basha. Dhe përpo që të interpretoni një qik me një mënyrë jo shumë racionale. Unë mendoj që është po. Jo, me tonin. Jo, unë mendoj që ka diferenca.
Sepse nuk mund jenë fotokopi njëri tjetrit. Po të ishin fotokopi njëri tjetrit, ajo do ishte gjë më e keqe. Ajo do tregonte që s'ka demokraci, nuk ka zhvillim, nuk ka nuanca. Padyshim midis Bashës dhe Berishës ka nuanca. Sepse janë dy individë të ndryshëm, janë mosha të ndryshme, i përkasin periudha të ndryshme. Por ama, në themel, në bazë, ekziston një filozofi, një platformë, një princip, një qëllim dhe një punë e përbashkët, si midis gjithëve nesh. Në qoftë se në Partinë Demokratike, ne të gjithë do flisim filloj, ne të gjithë do ishim filloj, ajre do ishim të gjithë si të klënuar midis nesh. Ju kur keni qenë kryetari i Partisë Demokratike, mundoni të ngjani Berishës? Jo, nuk e di, unë gjithmonë padyshim, shikoj të jemi realist tash. Berisha ka qenë gjithmonë një frymëzim për mua, absolutisht. Unë kam pas mik të vjetër, jo që u kemi qenë në spital bashkë, ka qenë shoku im i afërt. Dhe padyshim njeriu kur njeri respekton, përpiqet të eci edhe pa kuptuar disa herë të zhvillohet në atë mënyrë, kjo është normale. Por ama si është normale që do ketë diferenca, do ketë mënyra shprehje të ndryshme dhe pikërisht në Kongresu duke gjë që Partia Demokratike është partia e njerëzve të lirë, me individualitet, brenda një platforme, brenda një qëllimi, brenda një koncepti, brenda një ideologjie. Dhe më duket se këtu që don forca jonë. Shikon, pamje se si bëri gjej Zefi, do të thënë vetëm tani po Zefi një lutem gjej qesh me një ironi që vetëm unë e kuptoj. Zefi ka një gjë. Zefi njeh Partinë Demokratike të 15 vjet përpara. Po Partia Demokratike ka ndryshuar. Partia Demokratike në kohën që edhe ne kemi bërë gabimet tona. Absolutisht ta them kështu, në mënyrë shumë sinqert. Partia Demokratike ka ndryshuar. Dhe gjegji ka ndryshuar tani. Absolutisht. Pas ka ndryshuar Partia Demokratike ka ndryshuar gjegji. Të gjithë kemi evoluar, të gjithë kemi evoluar, të gjithë kemi ndryshuar, të gjithë kemi përmirësuar veten tonë, të gjithë kemi se fundin nga erdhëm të gjithë në ato vite. Unë vetëm një pyetje kisha. Po. E para, pyetje po me dy koka. E para, çfarë do me thonë ne sot e mrapa jemi pozit, jemi fuqi. Nuk kryetari, mazhorancë. Po, ta shpjegoj unë. Ish kryetari tha, sot e mrapa, sot e tutje ne jemi mazhorancë. E para. Dhe e dyta, çfarë do me thonë që ne vim pushtet para zgjedhjeve lokale? Edhe te ofne mund të gjitha bashkë. Se këtë se kuptoj, politikisht dua, po që puna për ta diskutuar kështu me elektoratin e diskutojmë. Në politikë, po. Se unë besoj tek ju. Jo, jam dakord. Së pari në politikë, kur flasim për majorancë, Berisha nuk kishte fjalën kush ka shumicën në parlament. Berisha kishte fjalën, edhe Luli, Basha, kishte fjalën kush ka më shumë njerëz që i besojnë më shumë në opinionin publik shqiptar. Duke i qëndruar asaj që gjërat kanë ndryshuar shpejt në favor të qendrës së djathtë, në favor të partisë që ka përmbysur majorancën. Si është? Shiko, këtu është po jam dakord. Jam dakord. Ky është një deklamim politik. Unë jam dakord. Dhe çdo politikan po pra ju po e mbroni. Tani si e keni matur ju këtë ndryshim? Do vi atje. Dhe çdo politikan bën deklamime politike dhe kjo është krejt normale. Por ama, kjo që është e ndjeshme, çdo forcë politike ka dhe mënyrat e veta të matjes së pulsit të njerëzve. Siç ka dhe PS-ja, siç ka dhe dikush tjetër, edhe ju matni pulsin e përkrasëve të partisë apo? Ne kemi mënyrat tona që testojmë qytetarët, që marrim opinionin. Në përgjithësi që shikojmë pakënaqësitë në rritje, që shikojmë tendencën për të ardhur në Partinë Demokratike dhe për të ofruar që ne sot kemi arritur në 101.000 anëtar. Të rinj që na kanë ofruar në këtë vit në shumicë të madhe. Janë të mjaftueshme këto për të shpallur majorancën e re? Janë të mjaftueshme. Janë të mjaftueshme. Dhe kjo majorancë e re është majorancë politike, nuk është majorancë parlamentare. Ju thoni majorancë popullore. Po flisni për majorancë në numra qytetarësh. Kjo është një ide që ne na përkrah sot në rrugën tonë, në përpjekjet tona, në zhgënjimin i kapsuar nga e majta, shumica e popullit shqiptar. Kur të vinë votimet, kjo do kthehet në numra, në shifra. Për cilat votime keni fjalën? Edhe për votimet zgjedhje lokale që kemi vitin e ardhshëm. Se do merrni pjesë? Po pse kush ka thënë të marrë pjesë? Po keni thënë? Keni dëgjuar në një? Jo, absolutisht. Po sigurisht. Asnjëherë. Reforma territoriale në qoftë se do të jetë në fuqi, e keni lënë si kusht për zgjedhjet. E para reforma territoriale. Po keni ndryshuar qendrim sot? Unë jam i bindur që reforma territoriale nuk do arrijë deri në zgjedhjet lokale, sepse do arrozojnë referendumet e qytetarëve. Kjo është krejt demokratike. Se do të ketë referendum për reformën? Shumë edhe për kushteturën. Jo, ka në gjë të keqe që të ketë.
O profesor. Pra ju do ta kaloni në referendum reformën territoriale? Edhe mund ta kalojmë. Edhe mund ta kaloni. Pse jo? Do kërkoni anullimin e saj. Po pse jo? Çfarë keq e ka? Okej. Ka një Jo, më ka bërë dy pyetje. Më ka bërë dy pyetje Zefi. Zefi tha, ju tha që mund mos arrim në zgjedhjet lokale. Po, patyshim. Ngjarjet ndonjëherë rrugullisen më shpejt se shpritet. Kur një qeveri fillon të bëj kaq shumë zullume, sa të ngjalli pa kënaqësira të mëdha. Dhe asnjëri nuk e din çfarë momenti mund fillojnë pa kënaqësitë të forcohen, të shprehen dhe të bëjnë domosdoshme pastaj të devojshme zgjedhje të reja të parakoshme, qoftë para zgjedhjeve lokale. Asnjë nuk e di se fillojnë ngjarjet. Të presim. Ne po monitorojmë situatën hap pas hapi. Inshallah s'bëhet në revolucion, po tjerë. Jo, revolucioni, absolutisht, të jeni të bindur. Ne nuk jemi revolucionar. Po keni bojë. Jo. E keni bojë, ju keni hyrë në televizion dhe keni dalë prapë me urdhët e ambasadores. Më vjen keq, shiko. Revolucion në Shqipëri ka qenë 97-a. Ka qenë rebelim i armatosur. Dhe neve u agresuam. Ne u agresuam dhe megjithatë e menaxhuam me shumë kujdes. Çfarë ka qenë zoti Shehu? Ajo ishte një veprim i pa kontrolluar i njerëzve si pasojë e vrasjes së liderit të demokracisë Zoti Ramazan Majdari. Edhe lëvizja e 97-s pastaj kishte shumë arsye dhe nuk mund të etiketohet kështu. Ishte rebelim i armatosur, ishte rebelim. Por tani këtu jemi në çështje, diskutojmë çështje aktuale. Ju diskutoni për raportin midis Bashës dhe Berishës. E para kanë dy dallime. Dallimi mund të shkojë në shumë plane. Berisha është një lider karizmatik. Basha është një lider teknik. Berisha është një lider themelus i Partisë Demokratike, Basha është një lider i radhës. Pra teknik. Nuk mund të jetë themelus. Tani, është i ri mosh. Jo, nuk është fajti. Por problemi është që në raportet midis tyre, në historinë e asnjë partie politike moderne, nuk gjendet një rast kur lideri themelus të eklipsojë në këtë farë mase aktivitetin e partisë, sidomos të udhëheqësit që pason. Merrni rastin e Adenauerit dhe të Willy Brandtit në Gjermani. I udhëhoqën partitë respektive CDU-n dhe Socialdemokratët nga 15-20 vjet, por kur u larguan nga partia dhe i lanë partitë të vetë organizoheshin, i lanë liderët të qeverisë, të udhëheqin partitë dhe të qeverisin vendin. Tani, një fidan nëse rritet në hije, dhe hija në këtë rast është Berisha, nuk mund të jap kur atë produkt që presim nga e fidan. Kështu që është në të mirë të Partisë Demokratike që Basha të udhëheqë Partinë Demokratike me parimet dhe standardet që ai mendon. Shiko, juve dhe hija e rëndë e Berishës në lidershipin e Bashës është një problem edhe për Partinë Demokratike edhe për Bashën. Ju keni ca koncepte, ose mirë përpiqeni ti përdorni tash si argument kundër PD-s që po janë antidemokratike. Çfarë? Ju kërkoni në mënyrë të forcuara, në mënyrë mekanike, ti themi dikujt zhduku. Ne janë flasim që Shqipëria ka nevojë për gjithë potencialet tona. Ne janë themi që Partia Demokratike detyroi potencialet e saj, ne janë themi potencialit më të madh që ne kemi zhduku ti. Berisha është figurë dhe ka rolin e tij. Ai nuk është kryetari i partisë, dha dorëheqjen. Ai në kongres mbajti një diskutim. Berisha është njeri i cili padyshim ka rolin e tij sepse është personaliteti i tij. Ne nuk mund të themi që ti tash xhbeu në një sekondë. Jo, kjo është gjë më antidemokratike. Por mbaj vendin tënd si një ai po e mban vendin vet. Ish lider, deputet dhe antar i partisë. Po ai është antar i shqiptar, si ish kryetar, si jam dhe unë, është antar i shqiptar. Tash më vjen keq. Qose ju mendoni që Berisha duhet të zhduket nga... Jo, nuk mendoj që duhet të zhduket, jo. Agja e më antidemokratike në botë. Të mos jesh udhëheqës, nuk do thotë të zhdukesh. Jo, më njeriu mund të udhëheqës edhe pa qenë kryetar. Edhe pa qenë nën kryetar. Pikërisht kjo po ndodh. Kjo po ndodh. Kjo po ndodh. Ai është udhëheqës pa qenë kryetar. Jo, koncepti i udhëheqësit është shumë i gjerë. Ka lider moral. Shumë i gjerë. Po të shikojmë fjalimet që mbajti secili në konvent. Po marrin fjalimin e Bashës. Fjallimi i Bashës ishte një fjalim më teknik. Zyrtari kryetari. Ishte zyrtari kryetari. Ndërsa ishte platforma politike. E marrë të mirë qenë. Ishte platforma. Dhe ishte një fjalim
më i ftohtë, më teknik dhe më programatik. Po të marrë fjalimin e Berishës, Berisha ishte si topqiu i konventës, me gjuajti me artilleri, sa do shkojmë në zgjedhjet parakoshme, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, sepse Berisha... Pra ishte një fjalim emocional që kaloi saqet dhe për të mos thënë pasaj që... Zotri, Berisha foli... Mund të gjesh edhe... Qa ishte Berisha, qa ishte në e thyve një? Shiko të shi. Topqiu i konventës, i kuvendit kontar. Unë e di që... Edhe pasaj edhe kalon dhe thot edhe gjera tilla paradoksale që ne festojmë dhe në vdekje. Unë e di që, shiko, unë e di që ju të majtët e keni problemi me Berisha, unë të e di. Jo, se keni problemi me Berisha. Ma keni shumë atë punë që nuk e keni problemi është kjo. Të si ahekim do të problem. Çdo njeri në Shqipëri, përfshirë socialistët, dhe unë bëj pjesë në ta, gëzohet që Partia Demokratike të ketë një leadership korrekt, ketë një leadership legjitim, të zgjedhur dhe... Nëse ju mendoni që Partia Demokratike do të veprojë si Partia Socialiste, që i mbylli derën edhe penxherën kryetarit dhe themeluesit saj, që se qas as më vjen keq, kjo nuk është demokratike. Kjo është demokratike. Ne po japim modelin këtu po diskutojmë një model. Këtu po diskutojmë një model ku një leadershipi nuk e lë leadershipin e ri. Përkundrazi e mbështet. Po ne shikojmë edhe në konvent u dhanë dy linja diametralisht të kundërta. Po ti ju doni që Berisha thoshte poshtë Lulzim Basha? Jo. Ai ta mbështesta. Po të mos thosh tani nuk mund të luash me emocionet e njerëzve, do të çojë zgjedhje parakoshme. Nuk tha do të çoj unë ta. Nuk tha do i çoj unë. Ai tha do shkoni vet. Ai tha një konkluzion politik që tha. Nuk i di. Konkluzionet politike i dha kryetari. Jo, edhe çdo njeri ka drejt japi. Dhe ai tha vetëm kaq, që nuk i dihet se ku mund të jetë parakoshme. Ai tha thjesht, ai bëri thjesht një arsyetim politik. Ai bëri një arsyetim politik dhe foli me një linjë populiste që është e ndryshme nga linja zyrtare që ndjek udhëheqja e Partisë Demokratike. Unë ta thashë çfarë? Shiko, unë ta thashë çfarë? Që unë ta thashë çfarë? Jo, dyshojnë konceptet, dyshojnë intonacionin, dyshojnë konceptet, dyshojnë edhe linja. Shiko. Ai foli për zgjedhje parakoshme. Unë ta thashë çfarë? Nëse ju do kërkoni të gjenit midis Bashës dhe Berishës, një fotokopi njëri tjetrit, kjo do të kjo nuk është demokracia. Po dëshim që se kush ka përkundazi. Kërkojmë diversitet. Kjo është esenca. Migu Partia Demokratike. Migu i përbashkët Bajrama tha që Berisha në kuvend u soll si topqiu i kuvendit. A jeni dakord me këtë? Unë mund të them që shqiptarët janë qeverisur nga demokratët kur është votuar pro Berishës dhe PD-ja ka dalë në opozit kur është votuar kundër Berishës. Tani demokratët do vinë për shtet kur votohet pro Bashës dhe do dalin në opozit kur votohet kundër Bashës. Asnjë demokrat apo i djathtë që mbështet opozitën nuk ka as arsye të shëndetshme, as motiv, as shkak që të shohë që kryetari i Partisë Demokratike të gjendet në mëri apo në zënka të harxojë energji me asetet opozitare që janë brenda partisë apo jashtë partisë, por që janë energji opozitare të dobishme dhe të domosdoshme për të mbikëqyrur dhe monitoruar qeverisjen e vendit, e cila në këtë zhurmë politike është lënë disi mënjan. Ka pasur skandale të përditshme pothuajse. Dhe një nga detyrat kryesore besoj që e nxorri dhe edhe konventa ka qenë në fjalën e zotit Basha kur thuaj ripërtëritje. Ajo çfarë Partia Demokratike ka pasur shkak për të dalë në opozitë ka qenë humbja e kontratës së besimit me elektoratin. Duhet të ribëj kontratën e besimit me qytetarët, spari me demokratët, votuesit, militantë. Qanin aty në kuvend dije besim. Lotët siç ata fajtorët e humbjes së thellë Partisë Demokratike qanin ato qajnë dhe janë me ngashërim, me emocione nga fjala e Bashës apo e Berishës. Njerëzit kanë emocione, nuk duhet paraqikuar. Zotin Shteu për ja ta mbaroj, lutem. Pra, duhet të ribëj kontratën e besimit me qytetarët. Ajo çfarë kanë humbur, e kanë marrë koston, kanë dalë në opozitë, dhe tani gjithë puna e opozitës, duke e udhëhequr nga kryetari, por gjithë asetet që janë brenda kësaj partie, që nga zoti Berisha, nuk mund të mos llogarisësh dhe këtu është meraku qeveritar në një farë mënyrë, sepse mungesa e zotit Berisha si aset opozitar dhe si përvojë dhe si energji, ju krijon fort probleme. Ta duhet merren edhe me Berishën, edhe me Bashën, mbi të tjerë, sepse sikleti është tek problemet e qeverisjes, tek ekonomia e vendit, mirëqendja,
është ullu numri i të punësurve, janë rritur taksat, është zbehur mirëqenia. Pra, gjendja ekonomike e këtij vend, pensionet po dihen, zoti Kosta e njeh mirë çështën e pensionit janë Kusret Qameti, pra ky vend po i shtohen hallet në progresion gjeometrik me mundësitë. Atëherë, në këtë prizëm, ajo çfarë zoti Berisha thot edhe para zgjedhjeve mos duket fort utopike. Pra, ajo është për qeshë Basir, po t'ja lëm fjalën ajo është për të motivuar antarësinë e Partisë Demokratike. Ja, është qeshur shpesh. Është kjo tani origjinal si 97-ën zoti Shemë. Aksioni i parë që ka bërë Partia Demokratike do kërkojmë zgjedhje të reja. Për të bërë një sa. Nuk ka opozicion. Një sekond, është kështu? Në 97, 3 muaj kishte. Profesori thanë që shumë të mirë. Nuk ka opozit që s'ka zgjedhje të reja. Gjose opozita. Është qeshur me avionin para tokë, më lëndi. S'është opozit. Është qeshur me shumë gjëra që pas 2 javësh kanë ndodhur. Jo, ka lidhje me po, s'ka lidhje. Flasim për dy lider me tipe të ndryshme diskuri politik dhe publik. Zoti Berisha ju drejtua më shumë militantëve të partisë për shkakun e trashëgimisë që ka ai dhe të asaj që militantët e Partisë Demokratike presin nga zoti Berisha. Pikërisht me motivimin edhe për zgjedhjet parakoshme, pse jo? Sepse e tham, nuk ka opozicion që mos zgjedhjet parakoshme, por ama, kërkojnë ku me vërtet ke një situatë. Çfarë situatë? Ja ta them unë situatën. Po çfarë? Ta them unë situatën. Që bëri kuvend Partia Demokratike. Ta them unë situatën. Nëse ti bën një të themi rezume të asaj që tha zoti Berisha, ai preku të gjitha problemet që edhe një shqiptar i mesëm ose më fal 20 vjet rresht në një tjetër. Zoti Kosa, më fal ju lutem. Më fal ju lutem, po. Pra, ai preku të gjitha problemet të cilat një shqiptar i zonës gri, një votues i zonës gri, i ndjen si të vërteta, pavarësisht se të veshura me atë hiperbolizmin politik e politizuar normal. Por ama nuk mund të thuash që problemet nuk ekzistojnë. Ato probleme që ngriti zoti Berisha. Nuk mund të thuash që media nuk është e kërcënuar, që gjyqësori nuk është i nën presion, nuk mund të thuash që varfëria është shtuar dhe që nuk ka shpresë për rritje ekonomike, nuk mund të thuash që ka një presion që njerëzit ta ndjejnë korrupsionin si diçka të zakonshme. Në momentin kur ministri i mirëqenies sociale thotë që unë verën në dasmën time madhuruan disa miq, që kjo punë që mos të pim verën e miqve, ndërkohë që është ministër. Dhe një ministër nuk mund të pranoj dhurat kur është në detyrë. Shko kryetar shoqata dhe prano dhurata sa të duash. Por je ministër, nuk mund të pranosh dhurata 2 milion lekë të vjetra. Verën që ta sollën shokët e tu. Kjo është një përpjekje për t'i imponuar publikut faktin që korrupsioni është i zakonshëm dhe duhet pranuar. Këto janë probleme që publiku i pranon. Pra, më fal një sekond. Ndërsa, unë nuk pranoj atë tjetrën që të thuash që ne tani jemi shumicë, unë e shikoj në dy anë. Shumica është dhe shumicë morale e momentit. Në këtë moment ka një inat popullor, të paktën kështu si e perceptoj unë, shikoj disa deputet Partisë Demokratike që janë përgjegjës për humbjen e Partisë Demokratike, s'ka inat fare, ta them unë. Ka që shkeme të... Po, amano, se i ke aty përgjegjësit e humbjes i kenë PD. Do avash për ndryshëm nuk ka rikthim. Por ama, është dana tjetër e medaljes. Që të thuash militantëve që ne jemi tani majorancë, mund të kalojë në vetkënaqësi të panevojshme, ndoshta edhe të dëmshme. Kështu që unë tani militantët mos i mendoni dhe kjo ka të bëjë me ndërsa edhe diçka për fjalimin e zotit Basha. Zoti Basha u mundua që t'i drejtoj jo vetëm militantëve siç foli zoti Berisha për t'i motivuar, por edhe elektoratit. Dhe në këtë aspekt zoti Basha është lider dhe duhet të theksoj diçka që ai tha, se duhet ta citoj që mos ta tha, Shqipëria së shkuarës po e mbyll ciklin e saj, po vjen gjenerata e njerëzve të lirë, të ndershëm, njerëzve të edukuar e leadershipit vërtet. Po ta marrësh edhe në aspektin formal, zoti Basha është lideri më i ri i gjitha forcave politike, me një formim perëndimor, me një mënyrë të shprehur publikisht shumë korrekt, pa ofendime, pa egzagjerime, pa eksese. Dhe në këtë aspekt, për këdo që ta ketë fjalën, unë mendoj që ka të drejtë ta thotë që tashmë është koha për një leadership të ri. Okej, tani, fal, se po të rikthejmë fjalën e Berishës, nuk tha asnjë gjë të re. Tha, e filloi me linjën e bllokut,
e vazhdoj me spekulimet për Kosovën, vazhdoj me populizmin, vazhdoj me zgjedhjet, e tjera. Basha, me gjithse folimet tona me të urura, Basha dha disa shifra publikisht, por që duhet... Po dalë dhe se u sparova që po thot. Dha disa shifra për cilat... Po, por dha... Basha dha disa shifra të cilat duhet të shpjegoj burimin nga ka. Basha tha që, për shembull, varfëria është rritur 12%. Kush e ka matur? Janë shkuar 12% të varfër. Ndryshon. Tha, 150.000 persona jetojnë më keq se sa më parë. Kush e ka matur? Tha që niveli i jetesës është përkeqësuar me 8%. Kush e ka matur? Të gjitha kështu janë. Do të tregoj burimin. Të them dhe më tepër ty. Pyetani kur dalë konferencë për shtyp. Të them dhe më tepër ty. Shqipëria ka një vit e gjysmë nuk ka asnjë investim. Shqipëria ka një vit e gjysmë. Shqipëria ka ndërprerje çdo rritje. Shqipëria ka investimin do ka Shqipëria kur $500 milion shlyhet në borxhet e biznesit. Sa morët nga FMN-ja? Sa morët nga FMN-ja? Ato që morën nga FMN-ja, ato morën 2 fiqe nga FMN-ja. Sa morën nga FMN-ja? 300. 2 fiqin asaj që ishte borxhi. Tani, borxhi që trashëgoi. Çfarë rritje pagash e pensionesh ka? Me se? Ku nuk mund të bëhet rritje se ne patëm 2 fishuan pagat e pensionesh. Nëse ka, pse bëm gjithë infrastrukturë? Nuk mund, shko tani, po ta marrim. Ju rrisin taksat? Po. Ju rrisin taksat? Jo, ne ulni të ardhurat. Nuk u rritën taksat, por u vendosi sistemi fiskal. Keni bllokuar çdo investim të huaj, sepse hoqët të gjitha lehtësitë fiskale. Jo, nuk është e vërtetë. E përdorni prapë platformën Shqipëria e sepse kryeministri nuk është e keqe. Si nuk është e keqe? Po atëre e keni e jeni tallur me to. Jo, nuk është tallëri. Po jeni kaluar platformën Shqipëria e euro. Nuk është tallëri. Është tallur me mos publicitet, themi pjesë e fundit të emisionit. Çfarë thotë kjo? Faleminderit, zoti Sheu, ka shumë pyetje në fakt për ju nga diskutimet që keni bërë, po unë do zgjedh nga këto sepse do të jap fjalën për të bërë pyetje kolegut Kurani. Pyetja e parë, kush është më e rënd, rraja e një deputeti apo vrasja e 4 qytetarëve në bulevard? Si pretekst për mos u futur në kuvë. Unë nuk mund të krahasoj gjëra që s'krahasohen. Si e gjeni ju politikanët? I dashur teleshikus, ta gjen deputeti dhe politikani PD-s. Është kështu. Ne jemi të hapur krejtësisht. Po, katë shtatori si që kryengritje kështu. Ne jemi të hapur qartësisht që gjykatat, prokuroria të bëj punën e tyre. Dhe të nxjerrin ata fajtorët për çdo gjë që ndodh në Shqipëri. Por ama të rrash deputetët, të përdorësh dhunën në parlament, të kthesh parlamentin në një ring boksi dhe apo arenë gladiatorësh, për mua është e patolerueshme, antidemokratike. Dhe aq më tepër kjo nuk ndodh në momentet e debatit të gjakndësisë, po ndodh jashtë, me gjaktësi, ku debati ka mbaruar atje. Pra janë gjëra që nuk janë gjëra të cilat bien ndesh me çdo koncept demokratik dhe çdo princip demokratik. Të lësh jashtë Ilir Usmalin, vetëm ju të Partisë Demokratike bëni këtë, thotë dhe ka përdorur disa fjalë tjera, po është shumë i irrituar me faktin sepse zoti Usmali është njëri jo vetëm i aftë, po dhe i ndershëm në gjirin e Partisë Demokratike. Kam konsiderat më të madhe për Ilirin, e kam shokun tim. Padyshim, unë nuk them që listat që u paraqitën ishin të përsosura, kishin defekte tyre dhe unë jam një nga viktimat e listës. Jo, unë e them hapur, nuk e moj të gjë. E them hapur, nuk e moj të gjë. Kështu është kjo punë. Rëndësi ka që ne jemi së bashku, në rëndësi ka. Jo, si është kjo punë? Kjo punë është që ishin një sër gabimesh që u finalizuar me listat, që na dhanë ne këtë rezultat. Po nuk lihet Tritasheu dhe Ilir Usmali jashtë kuvendit. Por rëndësi ka që tashin e të gjithë së bashku, të bashkëpunojmë që në Shqipëri të ndodhin sa më shpejt ndryshimet e domosdoshme politike. Edison? Zëri Sheu, me qenë se ju përfaqësoni këtu Partinë Demokratike, mund të na jepni një informacion për marrëveshjen që është përpiluar dhe pikat e saj që ka përgatitur zoti Basha dhe të cilën ka vendosur që t'ja dërgoj kryeministrit Rama. Për çfarë marrëveshje ka? Atëherë është marrëveshje që u diskutua, besoj dhe e komentoi dhe zoti Berisha, i cili tha se është një marrëveshje që unë nuk besoj kurse Edi Rama do ta pranoj,
por në ndryshme nga... E keni fjalën për parlamentin? Për rikthimin në institucione. Ja, jo themun juve. Ka disa principe, ka disa kolona kthimin në parlament. E para njerë duhet një distancim i plot dhe i qartë. Po, këtu të ndalim që t'jua kursej këtë, pati dhe deklaratët zotit Basha që tha ne presim nga zoti Rama, po e perifrazoj, një mea culpa të madhe në lidhje me atë që ndodhi në parlament. Që zoti Rama praktikisht e bëri sot në konferencën për shtyp në pranit të medias dhe zotit Fylle. Ja, them unë të gjitha, sot dëgjova diçka të tillë. Dhe, më falë, dhe ishte një gatishmëri e zotit Rama për të ngritur të njëjtën komisionet hetimore. Të njëjtën ju do të shkoni në parlament? Unë të them të gjë. Pra ju si Parti Demokratike? Që çdo hap do të analizohet me seriositet, do shikohet hap pas hapi, a janë plotësuar kushtet që Partia Demokratike të realizoj funksionet e saj të qarta si opozit në parlament. Pra u pak të orët e fundit. Nuk është me një fjalë goje, dhe në momentin që do shikohet që këto kushte janë krijuar dhe janë garancit e nevojshme, serioze, që këto kushte do respektohen, jeni të bindur që Partia Demokratike do zëri qatë sekond vendet e saj në parlament, sepse Partia Demokratike nuk është partia e bojkotit. Partia Demokratike është detyruar me keqardhje e theksoj të marrë këto veprime sot. Komisionet hetimore u ezauruan. Pra, ju kërkoni komisione, u pranua nga zoti Rama. Më fal. Nuk ezaurohen me një fjalë të tillë. Po, jo pra me deklaratat, sepse gjithë me deklaratat po i bën juve, të dy palët. E para punës nuk ezaurohen me një fjalë të tillë. Komisionet hetimore u garantuan të njëjtën, tha zoti Rama, i pranojmë të gjitha. Më fal. Mea culpan ju a bëri zoti Rama. Tani ju do ndalini tek gjykata kushtetuese, pra do ta përdorni atë si pjesën e të kushteve për të hyrë në parlament. Unë siguroj të gjë që në momentin që do jetë e qartë që parlamenti nuk do jetë me një ambient dhune dhe shtypje e dhunshme mbi deputetët e PD-s. Po pra e tha zoti Rama do miratoj rregullore të re deri në përjashtim të deputetëve. Që ju nuk e keni, as nuk e keni plan. Kur to gjëra të sanksionohen, kur to gjërat ai prisni me letër ju? Kur to gjërat janë të qarta? Prisni letër me shkrim pra? Me shkrima me gojë është gjë, por kur to gjërat janë të qarta të sanksionuara? Jo, ja u them shumë seriozisht. Po pyetje kam që kur to gjëra të jenë të qarta, kur garancitë të jenë të qarta dhe të plota nga të gjitha aktorët, që jo vetëm ngjarjet tjetër nuk do përsëriten, por do krijohen të gjitha hapësirat për një veprim normal të Partisë Demokratike. Pra të njëjtën do shkonin në parlament? Nuk është fjala as për të njëjtën as për prente. Unë flasim një pyetje lidhur me arsye. Unë po them të gjë, që kur të jenë garancitë e plota. Dhe kushtet e plota që këto gjëra janë të ezoruara, Partia Demokratike do zërin vendin e saj në parlament. Okej, pra arsyeja kryesore e bojkotit të PD-s më të drejtë është dhuna e ushtruar ndaj deputetit. Nuk është vetëm ajo. Aty startoi, besoj. S'mund të jetë vetëm ajo. Ajo ishte finalja. Ajo është finalja që e shpërtheu. Por ama por saj, ke një sër ngjarje, një sër fenomenesh, ke mos respektim vendimin gjykatës kushtetuese, ke mos respektimin të drejtave të Partisë Demokratike në parlament, ke dhunën e përsëritur në parlament. Është hera parë që përdor dhunën në parlament. Prokuroria ka nisur ndjekje penale për 2 deputetët që shkaktuan të akt të dhune. A do përdoret kjo si shkak? Ne nuk po protestojmë kundër prokurorisë. Jo kundër prokurorisë, kjo punë po e bëjmë protestë me prokurorinë, kjo çështje ka marrë një rrugë konstitucionale. Ne po protestojmë kundër PS-s, e cila nuk po dënon qartësisht deputetët e saj dhe dhunën që përdor atje. S'kemi gjë për prokurorinë. Tash ka marrë një rrugë institucionale, prokuroria apo nis hetimin. Tjetër gjë, rrugë institucionale tjetër rrugë politike. Kryetari i partisë, vendimi jonë është vendim politik dhe pret zgjidhje politike. Okej, Gjergji. Atëherë, në qenë se jemi edhe në fund. Po, edhe si konkluzion. Konkluzioni qëndron këtu që ne jemi në një status quo në opozit. Jemi në atë pikë ku kemi qenë. Pritem shumë. Momentalisht jemi në fazën ku kryetari, i cili ka qenë që nga 2005 e deri në 2013 ministër, i bën vrejtje ish ministrave, pra përdor standarde dyfishën këtë rast, pasi i pari që duhet tërhiqe do ishte vetë, ose do të mbantemi kuriz fajin e humbjes, pasi ishte pjesë e humbjes. I gjithë pjesa kryesore e këtij Këshilli Kombëtar, përveç ca hyrjeve të reja, të cilët në rastet të rralla janë të njohura politikisht,
janë ato ish administrata e vjetër e cila ka sjell humbjen e Partisë Demokratike. Për gjithë. Duke filluar që nga zëvendës drejtori i përgjithshëm që ishte në fillim, e drejtori dogana, me drejtor porti, me drejtor të gjitha institucionet kryesore në Shqipëri janë sot në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Ta përfundoj se kjo është vetëm çështje, ky është opinioni im për i cili nuk luaj fare. Po respektoj absolutisht. Ka dhe ish deputetët. Natyrisht, edhe ish deputetët. Deputetët janë deputetët, deputetët s'ke qaj i Jo, bën. ish deputet, nuk janë deputetën. Dhe më thënë, në këtë sens, ne vim në një parti e cila ka bë një make-up, është përpjekur ta shes këtë make-up. Unë nuk jam me atë që kryetari i ri është në hijen e kryetarit vjetër, jam me atë që kryetari i ri është shartes, dhe ne këtu kemi të bëjmë në gjuhën biologjike quhet bonsai. Është kryetari i vjetër, është pre dhe ka dalë kryetari i ri, nuk ka asnjë gjë të re. Unë edhe tek fjalimi i kryetarit të ri që është përpjekur që të bëjë disa prognoza për politikën e ardhshme etj, unë nuk shoh asnjë gjë të re përveç asaj që Partia Demokratike është në trade note. Asnjë nga ish figurat e reja, duke përfshirë këtu edhe zotërin që kam përballë, i cili vjen në Këshillin Kombëtar jo si prurje e bazës, por vjen si ish kryetari i Partisë Demokratike, asnjë nga figurat e vjetra, të papërlyera, nuk kanë ardhur në krye të partisë. Në krye të partisë sot kanë ardhur njerëz të cilët janë sjell nga rruga, domethënë janë katapultuar nga kryetari i ri dhe njerëz të cilët kanë qenë oborri i kryetarit vjetër. Unë kështu e shoh. Rand, një koment 10 sekondësh. Të drejtën, unë patësh një kontradiktë, në një anën u akuzua për Demokratike që ka mbajtë vjetin, e anë tjetër u tha që nuk ka mbajtë vjetrit, por unë them të gjë, si të qoftë. Jo, i ndajnë të korruptuar dhe të pa korruptuar. Për ne si Partia Demokratike nuk fillon sot viti zero. Partia Demokratike është një forcë që ka potenciale të mëdha njerëzore, mendore, programore, që do të shfrytëzojë të gjitha së bashku, ashtu si ka dhe shumë prurje të reja, të cilat në mënyrë të përbashkët bën garante fitore sashme. Kjo është forca jonë. Unë e kuptoj ëndrrën e të majtës që mendon që kërkon që Partia Demokratike ta krahasisë nga gjithë potencialet e saj, por kjo s'ndodh kurrë. Të ne Partia Demokratike. Po. Zoti Barjaba, një konkluzion? Konkluzion është vështirë të bësh konkluzione të mëdha, por unë do të them që nga produkti që dha procesi zgjedhor i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, unë gëzohem për faktin që gjeta disa emra të kolegeve të mia të studiuesve të shkencave shoqërore dhe profesorëve të shkencave shoqërore nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Evropian i Tiranës. Kush? Grida Duma, Nevila Gjindi, Teuta Starova, Merita Myftari dhe kolegja e re Universitetit Ina Zhupa. Mendoj që prurjet e reja femrore dhe me studiuese nga fusha e shkencave shoqërore është një aset premtues që mund të kontribuoj në përpunimin e politikave dhe në vendimarrjet e kësaj partie. Por nëse e gjykojmë në përgjithësi produktin e këtij procesi zgjedhor, pavarësisht se Partia Demokratike u përpoq të krijojë një profil të ri dhe ju një nga pyetjet tuaja ishte nëse është apo jo një parti e re, një profil. Ka një profil i ri, unë mendoj që jo, një profil i ri, një qëndrim i ri i partisë, është Partia e Berishës apo është Partia e Bashës? Është Partia Demokratike. Nuk ja profili i të zgjedhur në këtë Këshill Kombëtar nuk i përgjigjet, për mendimin tim, pritshmërive që ka publiku për të pasur një forum, partie, leadership të rinovuar, që t'i përgjigjet sfidave të ardhme që do të ketë kjo parti. Edhe Kosta kundërshtoi vetë në vetë, se në anë tjetër, brenda pak sekondash përmendi një 5-6 emra që i ngriti në pedestal që u bën pjesë e jonë. Po, rasti konkret, por në përgjithësi... Të gjitha ata që njeh ty janë njerëz të kështu që nuk i njeh të gjithë jo. Jo, unë përmenda. Jo, po. Njeh të gjithë, ka shumë atje. Po një shumë janë pa aftë dhe që i kanë bërë dëm këtij vendi. Thuaj një të pa aftë, Kosta. Po tani mos të Kosta do të aftë. Pra kjo shiko. Përmenda gjithsa figurash për të cilët konventa kërkojnë ndjes
Dhe që janë akoma para. Të gjithë kaluar në votën Zoti Shehu, do ta jap fjalën pak më vonë. Kjo ka gjikojmë produktin e kësaj vote. Lutem. Se pare unë mendoj se kjo konvent ishte kurorëzimi i një kthese në veprimin opozitar në Shqipëri. Do kisha dashur që të artikulohej më fort në drejtim të gjithë elektoratit opozitar në Shqipëri dhe jo thjesht vetëm tek elektorati i PD-s, përfshirë edhe elektoratin ngri, i cili bëri 1 milion që ju thatë, por që nesër mund të kthehet në shuplaka ndaj mazhorancës sotme, dhe që të artikuloj po ashtu më fort në drejtim të gjithë opozitës në tërësi. Nga ana tjetër, më vjen keq vetëm për një gjë që vetëm sot kryeministri arriti që të bëj një hap drejt kthesës, drejt një sjellje më normale politike, gjë që i takon që ta bëj, meqense zotron një mazhorancë prej 84 votash ashtu si i ka. Dhe vetëm sot që erdhi zoti Fyle, arriti që thotë që do votoj ato propozime që janë atje prej disa muajsh. Është një hap i parë dhe kështu që kjo nuk mund ta sigurojë opozitën që është një, të themi, kthes në veprimin politik të mazhorancës. Megjithatë unë e shpresoj fort. Okej, Basir. Të lutem sa më shkurt që të jap fjalën. Okej, atëherë Hasan Lisa Ansables në perceptimin tim ka shumë herë më tepër element pozitiv se negativ, duke u fokusuar edhe tek emrat që vijnë nga bota akademike, bota e studimit. Detyra thelbësore e cilëve është që të shfrytëzojnë gjithë energjinë e tyre në mbikëqyrje të kësaj qeverisje, sidomos në ekonomi, ku korrupsioni, sipas asaj çfarë unë perceptoj dhe shohim në profesionin tonë, vjen vetëm duke u rritur. Por të mos llogaritur pastaj presion tek institucionet e drejtësisë dhe për ta mbyllur tek ngjarja e sotme e heqjes së simbolit të në Kavaj, që është shtim radikal i dhunës qeveritare. Nuk kemi njësër. Zoti Shehu për ta mbyllur, po brenda kontekstit të kësaj që zoti Basha nuk tha as do futemi, as nuk do futemi në kuvend, dhe kisha edhe diçka tjetër që asnjë zyrtar i Partisë Demokratike nuk është dënuar nga gjykata për korrupsion dhe për ato akuza që kryetari Basha tha. Së pari njërë, lidhe me ato, më duke se e steksova kur ma pyetjet e gazetari, kolegu pyetjen, në momentin që dojnë sigurit e qarta, që ngjarjet nuk do përsëritën më në kuvend, do dhunshën si ishin, në momentin që dojnë sigurit e qarta, garancitë e plota që hapësirat demokratike do respektohen, pa dyshim që atë sekond Partia Demokratike do zëri vendin e saj në parlament, se atje është vendi jon, dhe mos pjesëmarrja e tanishme është një element i sforcuar dhe detyruar për ne, për të evituar edhe më të keqen që mund të ndodhte nga një qëndrim në një ambient tillë ku kryej një dhunë e vazhdueshme i deputetëve tanë. Ndërsa në lidhje me tjetër çfarë pyetet juve? Lidhet me pjesën e zyrtarëve që nuk kanë të dënuar. Kjo nuk na takon ne. Drejtësia, prokuroria ka punën e saj. Se pastaj thonë juve arrestoi Dirama. Një sekond, drejtësia dhe prokuroria të bëj punën e saj me koreksi ndaj atyre që kanë bërë fare. Se reagoni pastaj kur ka një nuk ka bërë një, nuk ka reaguar. Jo, nuk ka reaguar një. Ju nuk keni reaguar. Ka reaguar në ato veprime të cilat kanë qenë irracionale dhe jo në përputhje. Po ta arrestoi nesër prokuroria, thot Adriatik Lladhës i dha urdhër e Dirama. Se kur arrestohet njëri e përcakton ligji kur arrestohet dhe kur ndihesh gjë të tjera. Janë dy gjëra të ndryshme. Ish kryetari i partisë doli për guvernatorin. Nuk doli, nuk tha asgjë kundër hetimeve. Tha për mënyrën jo e procedurës së vepruar, jo në përputhje me demokracinë. Absolutisht, tha një mendim. Ndërsa për domosdoshmërinë e hetimeve, jo vetëm për atë, por edhe për çdo gjë tjetër, të gjithë janë të hapur, të zbatohen, të realizohen me transparencë atje ku ka probleme. Dhe këtu s'ka asgjë të tjetër. Në momentin që do dënohet dikush për elemente të tillë si ushtat, ai person nuk do ketë asgjë përbashkë me PD-n. Okej, kemi ardhur në fund të emisionit. Ju falenderoj për bisedën, për mendimet, për pyetjet, për përgjigjet. Zoti Shehu, faleminderit. Faleminderit Basir. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot. Nesër në orën 13:00 i transmetim nga Ura Lançafoku. Mirupafshim.